Në vitin 1976, një makinë sa një automobil u ul mbi sipërfaqen e kuqe të Marsit dhe bëri diçka që asnjëherë nuk ishte bërë më parë. Ajo mori një grusht dheu marsor, e futi në një reaktor të vogël kimik dhe priti. Dhe pastaj ndodhi diçka e pabesueshme. Rezultati tregonte shenja të padyshimta të aktivitetit biologjik. Gaz karbon dioksid po prodhoi. Diçka po metabolizonte, diçka po jetonte. Shkencëtari kryesor i asaj eksperimente, Jill Levin, shikoi rezultatet dhe me duar që i dridheshin, tha fjalët që do ta ndërtonte gjithë jetën e tij mbi to. Kemi gjetur jetë. Dhe pastaj, brenda 24 orësh, NASA bëri diçka të çuditshme, shumë të çuditshme. Ata riklasifikuan rezultatin. Nuk e mohuan, nuk e shpjeguan, thjesht e zhvendosën në një kategori tjetër. Dhe Jill Levin, deri në vdekjen e tij në vitin 2021, kur nuk e pranoi atë riklasifikim. Kur? Cili është sekreti që 50 vjet shkencë marsore po përpiqet të fshehë apo të shpjegojë? Sot do ta zbulojnë të vërtetën, hap pas hapi, provë pas prove. Ndaluni për një sekond. Para se të shkoni më tutje, mendoni sa herë kemi dëgjuar fjalën zbulim historik dhe kur nuk ka ndodhur. NASA ka bërë konferenca shtypi me tituj si zbulim madhësor dhe kanë qenë rreth kimikës baze mbi sipërfaqen marsjore. Kemi u gënjuar aq shumë herë me entuziazmën kozmike, sa që shumë prej nesh kanë zhvilluar imunitet ndaj saj. Por ky rast është i ndryshëm. Ky rast ka emra konkret, data konkrete, debate shkencore të dokumentuara. Dhe mbi të gjitha, ka dëshmitarin kryesor, shkencëtarin e cili bëri vetë eksperimentin, e pa vetë rezultatin, duke folur hapur. Nuk ka mënyrë ta ingorosh këtë pa u pyetur seriozisht pse e bëm. Keni menduar ndonjëherë se çfarë do të ndodhte nëse zbulimi më i madh në historinë e njerëzimit, prova se nuk jemi vetëm në univers, do të bëhej jo me fanfare dhe festime, por me heshtje, me dokumente të riklasifikuara, me konferenca shtypi ku shkencëtarët flisnin me fjalë të kujdesshme, të matura, si diplomat dhe jo si zbulues. Imagjinoni ekipin e Viking, 52 shkencëtar nga universitetet më të mira të Amerikës, njerëz që kishin shpenzuar dekada të jetës së tyre për të ndërtuar instrumentet më të sofistikuara dërguar ndonjëherë në hapësirë, duke qëndruar rreth monitorëve të zinj të bardhë në laboratoret e Pasadenës dhe duke shikuar shifrat duke dalë. Shifra që thoshin, po, ka diçka aty. Dhe pastaj, dikush nga lart, dikush me autoritet dhe me lidhje politike, thot, jo, rikonsidero. Ky nuk është skenar filmi, kjo ndodhi. Dhe 50 vjet më vonë, ne ende po bëjmë pyetjet e njëjta. Marsi nuk është thjesht planeti i kuq, është pasqyra jonë kozmike. Është vendi ku njerëzimi i bëri pyetjen e parë serioze. A jemi vetëm? Dhe dëshmit, 5 prej tyre, të pavarura, të ndara me dekada, sugjerojnë se përgjigja mund të jetë tashmë këtu. Ka qenë këtu që nga viti 1976. Të fillojmë me atë që shumica e njerëzve nuk e dinë. Ekspedita Viking nuk ishte vetëm një eksperiment biologjik, kishte 4. 4 lloje të ndryshme testesh, të dizenjuara nga 4 ekipe të ndryshme shkencëtarësh, me metodologji të ndryshme, me qëllime të ndryshme. Dhe 3 prej tyre dhanë rezultate pozitive. 3 nga 4, 75%. Nëse do të ishin ekzaminimet tuaja në universitet dhe do të kishit marrë 75%, do t'ju konsideronin fitues. Por NASA mori këtë rezultat dhe tha, nuk mjafton. Ekiperimi biologjik i Viking kishte madhësinë e një kutije topi futbolli. Brenda asaj kutije të vogël ndodheshin 3 eksperimente të pavarura. Eksperimenti i metabolizmit të etiketuar, eksperimenti i lëshimit të pirolitikut dhe eksperimenti i shkëmbimit të gazit. Secili prej tyre testonte jetën në mënyra krejtësisht të ndryshme. Ishte si të pyesje, a ka dikush në vomë, duke goditur derën, duke thirrur emrin dhe duke parë nëpër dritare, të gjitha njëkohësisht. Dhe të paktën 2 prej tyre thanë, po, dikush është aty brenda. Por eksperimenti i 4, ai i analizës organike, nuk gjeti molekula organike. Dhe kjo u bë prova që të i kalonte të gjitha të tjerat. Logjika ishte, pa molekula organike nuk mund të ketë jetë. Por kjo logjik, siç do ta shohim, kishte një problem të madh, shumë të madh. Problemi quhej perklarat. Jill Levin nuk ishte një entuziast i randomt kozmik. Ai ishte inxhinier i mjedisit nga Universiteti Johns Hopkins, me doktoratur, me karrierë,
me reputacion. Kishte punuar për agjensitë shëndetësore të Shteteve të Bashkuara. Kishte dizajnuar testin e metabolizmit të etiketuar, një metodë që fillimisht u zhvillua për të zbuluar ndotjen bakteriale në ujë të pishëm. Metoda funksiononte kështu: merr një kampion, injekto lëndë ushqyese radioaktive të etiketuara me karbon 14 dhe prit. Nëse ka mikroorganizma, ato do të metabolizojnë lëndën ushqyese dhe do të lëshojnë dioksid karboni radioaktiv. Sensorët do ta zbulojnë atë gaz. Jeta do të lërë gjurmë. Kur rezultatet erdhën nga Marsi, ato ishin të qarta, dridhse, të padhunueshme statistikisht. Dioksid karboni radioaktiv po prodhohej. Pastaj, kur të njëjtin kampion e ngrohën deri në 175 gradë Celsius, temperatura mjaft e lartë për të vrarë çdo mikroorganizëm të njohur, provimi u ndalua. Kjo është pikërisht ajo çfarë pritet kur ke të bësh me jetë. Ngroh atë dhe aktiviteti ndalet. Mjeti i kontrollit, ku dheu u sterilizua paraprakisht me nxehtësi të lartë, nuk tregoi asnjë aktivitet. Gjithçka funksionoi pikërisht ashtu siç duhet të funksionojë nëse ke mikroorganizma. Levimi e dinte çfarë kishte gjetur dhe kur nuk e harroi. A mund të imagjinoni si ndihej ai? Të kesh projektuar një test gjatë gjithë karrierës tënde, ta dërgosh atë 63 milion kilometra larg dhe pastaj të shikosh me sytë e tu se si ai test tregon pikërisht atë që ishte dizajnuar të tregojë. Dhe pastaj të thosh, nuk e pranojmë. 4 vjet pas mbarimit të misionit Viking, në vitin 1980, biokimisti Joseph Miller nga Universiteti i Karolinës Jugore bëri diçka shumë të thjeshtë dhe shumë të fuqishme. Mori të dhënat origjinale të eksperimentit të levimit dhe i analizoi me kujdes. Ai nuk çoi asgjë në Mars. Ai thjesht shikoi shifrat tashmë ekzistuese dhe vuri re diçka mahnitse. Aktiviteti biologjik ishte ritmik. Kishte një ritëm cirkadian, një cikël 24 orë e 37 minutash, pikërisht sa zgjat një ditë marsiore, pikërisht sa zgjat dita në Mars. Ritmet cirkadiane janë shenja e jetës. Ato janë gjërat e fundit që do të prisje të gjeje nga një reaksion kimik i thjeshtë. Kimia nuk ka ritëm ditor. Kimia nuk zgjohet në mëngjes dhe flen natën. Por organizmat e bëjnë. Miliardat e qelizave tuaja e bëjnë. Dhe aparentisht, diçka nën sipërfaqen e Marsit e bën gjithashtu. Miller publikoi gjetjet e tij. Askush nuk i kundërshtoi matematikën. Askush nuk tregoi gabim në analizën e tij. Por komuniteti shkencor i hoqi krahët dhe tha: interesante, por jo bindse. Pse? Sepse bindja kërkon konsensus, dhe konsensusi kishte tashmë vendim të marrë. A e kuptoni çfarë po ndodh këtu? Nuk kemi të bëjmë me shkencë të keqe. Kemi të bëjmë me shkencë të mirë që po refuzohet jo për arsye shkencore, por për arsye tjetra. Çfarë arsyesh? Kjo është pyetja që duhet të bëjmë. Tani, le të flasim për perkloratin. Ky është argumenti kryesor me të cilin NASA shpjegoi pse eksperimenti i analizës organike, ai i katërti, ai negativ, mund të kishte munguar molekulat organike edhe nëse ato ishin aty. Kur anketuesi i klimës Mars Phoenix zbuloi perklorate në dheun marsian në vitin 2008, shkencëtarët kuptuan diçka të rëndësishme. Perkloratet janë kripra shumë oksidante. Kur ngroh dheun marsor me perklorate brenda tij në një instrument analize, perkloratet shkatërrojnë dhe djegjin çdo material organik. Rezultati duket si asnjë material organik, pikërisht siç kishte treguar instrumenti i Vikingut. Kjo do të thotë se testi negativ i vitit 1976 mund të kishte qenë rrem negative. Instrumenti mund të kishte shkatruar vetë atë çfarë po kërkonte. 13 vjet pas misionit Phoenix, ekipet e rishikimit të dhënave kishin argumentet matematikore. Perkloratet, në koncentrimet e gjetura, do të kishin shkatruar deri në 98% të materialit organik. 98%. Po thuaj se gjithçka. Por NASA kishte vendosur tashmë. Paradigma kishte zonë rrënjë. Marsi është i vdekur. Dhe paradigmat, siç e dinte filozofi i shkencës Thomas Kuhn, nuk ndryshojnë lehtë. Ato ndryshojnë vetëm kur pesha e dëshmisë bëhet e papërmbajtshme. A jemi ende atje? Apo kemi kaluar tashmë atë prag, pa e vënë re? 15 vjet pas Vikingut, nuk kishte asnjë mision tjetër që do të testonte drejt për drejt jetën. Asnjë.
15 vjet. Mendoni pak për këto. Njerëzimi dërgoi instrumentin e parë biologjik në Mars dhe mori rezultate të paqarta, kontravertuese, misterioze, dhe pastaj vendosi të mos dërgoj asnjë instrument tjetër biologjik për gati 2 dekada. Kjo nuk është politikë shkencore racionale, kjo është evitim ose frikë. Sheila Manson, hulumtuese e astrobiologjisë në Institutin SETI, ka shkruar gjerësisht për këtë vakum. Ajo thekson se mungesa e instrumenteve biologjike direkte në misionet Past Viking nuk ishte rastësi teknike, ishte zgjedhje filozofike. Komuniteti shkencor kishte vendosur, me konsensus informal, të mos rihapin atë kutije Pandore. Rezultati, dekadat 1980 dhe 1990 kaluan pa asnjë test direkt biologjik mbi sipërfaqen marsjore. Mirëpo natyra është e padurueshme, ajo nuk pret konsensus akademik, dhe Marsi vazhdoi të dërgonte sinjale. Viti 2004, roveri Opportunity është sapo ulur, por lajmi shkencor i atij viti nuk erdhi nga sipërfaqja, erdhi nga orbita. Instrumenti Planetary Fourier Spectrometer i bordit të anijes ESA Mars Express zbuloi diçka të jashtëzakonshme, metan në atmosferën marsjore. Jo gjurmë, jo ekuivok, metan i matshëm, i konfirmueshëm, i pakundërshtueshëm. Pse kjo është e rëndësishme? Sepse metani është i qëndrueshëm vetëm për rreth 300 vjet në atmosferën marsjore. Rrezatimi ultraviolet i diellit e shkatërron atë relativisht shpejt. Nëse gjeni metan në Mars sot, atëherë ka diçka ose dikush që e prodhon atë aktualisht, ose një burim gjeologjik aktiv, si vulkanizmi, ose reaksione hidrotermale, ose metabolizëm biologjik. Dhe Marsi, sa e dim, nuk ka vulkane aktive. 3 vjet më vonë, në vitin 2007, ekipi i Michael Muma nga qendra hapësinore Goddard të NASA-s konfirmoi zbulimin me vëzhgime nga teleskopi Infrared Telescope Facility në Hawaii. Ata jo vetëm konfirmuan metanin, por zbuluan diçka edhe më interesante. Metani nuk ishte i shpërndar njësoj mbi sipërfaqen marsjore. Ishte i grumbulluar në zona specifike. Zonat me metanin më të lartë korespondonin me vendet ku kishte shenja të mundshme të ujit të hershëm. Zonat biologjikisht interesante. Jo aty ku shkëmbi ishte inert dhe i vjetër, por aty ku Marsi kishte treguar shenja të historisë hidrologjike. Kuptoni çfarë kjo nuk kupton? Metani nuk thjesht ekziston, ai ekziston në pikat e duhura. Ai paraqitet atje ku e pret, nëse kemi të bëjmë me jetë. Nëse do të ishte thjesht gjeologji, do të prisje shpërndarje të njëtrajtshme, ose të lidhur me veçori tektonike. Por kjo nuk është ajo çfarë shohim. Shohim grumbullim strategjik. Shohim diçka që zgjedh vendin e vet. A mund të jeni skeptik? Absolutisht, dhe duhet të jeni. Por dëgjoni çfarë u tha Muma kur u pyet drejt për drejt. Nëse gjeologjia nuk mund ta spjegojë, atëherë biologjia është hipoteza tjetër logjike. Jo pseudoshkencë, jo entuziazëm, logjik shkencore bazike. Pastaj erdhi Curiosity dhe gjithçka ndryshoi. Viti 2013, Curiosity rover, masa 1,5 tonë, me instrumentet më të avancuara dërguar ndonjëherë mbi një planet tjetër, zbulon formaldehid dhe metanol në atmosferën marsjore, molekula organike volatile. Pastaj, vitin 2014, konfirmon zbulimin e mëtejshëm të metanit me metoda shumë të sakta se satelitët orbitues. Por bumi i vërtet erdhi në vitin 2019. Qershor 2019. Curiosity mat nivelin e metanit mbi sipërfaqen e kraterin Gale. Vlera 21 parts per billion by volume. Kjo ishte vlera më e lartë e regjistruar ndonjëherë nga një instrument i vendosur direkt mbi sipërfaqen marsjore. Qendrat kontrolluese u ngjyrosën me tension. Shkencëtarët punuan gjatë gjithë natës, matin sërish, konfirmojnë, publikojnë. Por kjo nuk ishte gjëja më dramatike. Gjëja dramatike ndodhi kur studiuan modelet me kalimin e kohës. Metani i Curiosity-t luhaste çuditërisht. Gjatë ditës, vlerat ishin të larta. Gjatë natës, vlerat binin. Pastaj, sipas stinëve, kishte variacion. Vere Marsit, metani i lartë. Dimër marsor, metani i ulët. Modele sezonal, cikle ditore. Pothuajse si frymëmarrje. Chris Webster, nga laboratori i propulsionit reaktiv JPL, shkencëtari kryesor i instrumentit SAM të Curiosity,
theksoi publikisht. Ne nuk mund të spjegojmë dot këto modele me kimik thjesht inorganike. Jo hezitim, jo gjuhë diplomatike, thjesht nuk mund të spjegohen. Tani bëjmë pauzë, sepse duhet të flasim për diçka. E di çfarë mendoni? Mendoni, kjo tingëllon si ato programe televizive që flasin për UFO dhe konspiracione. E kuptoj, dhe keni të drejtë të jeni skeptik. Konspirologjia shtencore ka helmuar shumë diskutime legjitime. Njerëzit abuzojnë me terma si NASA fshihet, pa asnjë dëshmi. Kjo është e dëmshme për shkencën reale, por ky rast është i ndryshëm, sepse flet nga brenda. Jill Levin nuk ishte youtuber me dosje. Ai ishte shkencëtari kryesor i misionit NASA. Ai kishte sigurimet e sigurisë. Ai kishte qasje. Dhe ai foli jo në fshehje, por publikisht, në gazeta me recensim akademik, në konferenca shkencore. Ai publikoi argumentet e tij shkencore dhe kërkoi që NASA të hidhte poshtë logjikën e tij. Ata kurrë nuk ja dolën, sepse logjika ishte e shëndosh. Ky nuk është argument konspiracioni. Ky është argument shkencor. Dhe shkenca reale kërkon që ne ta shqyrtojmë atë me seriozitetin që meriton. Shkolla toke e shekullit 19 mendonte se plagëzimi me dorë inokulohej nga ajri i prishur. Pastaj erdhi Semmelweis me idenë se duart e palara të mjekëve ishin fajtor. U hodh poshtë, u tallën, doli jashtë profesionit, vdiq në çmenduri. Disa vjet më vonë, Pasteur dhe Koch dëshmuan germ theorinë. Semmelweis kishte të drejtë. Vdiq pa e parë fitoren. Shkenca ka precedent. Jill Levin mund të ishte rasti marsor i Semmelweisit, ose nuk mund të ishte, por duhet ta marrim seriozisht. Duhet. Dhe tani vjen prova e tretë. Ajo që shumë njerëz e njohin, por pak e kuptojnë plotësisht. Viti 2003, 7 vjet para misionit Phoenix, para zbulimit të perklorateve. Misioni Mars Express ESA dërgon rezultate gjeologjike. Jülich Research Center në Gjermani, në drejtimin e Vittorio Formisano, publikon analizën e të dhënave spektroskopike. Ata nuk gjejnë vetëm metan, ata gjejnë formaldehid. Formaldehid në sasi të mëdha, 69 parts per billion by volume. Kjo sasi formaldehidi është e rëndësishme, sepse formaldehidi ka gjysmë jetë edhe më të shkurtër se metani në atmosferën marsiore, rreth 7 ore gjysmë. Nëse gjen formaldehid, dëgjoj, jo 8 orë të vjetra, jo 2 javë, por formaldehid aktual, do të thotë se ka burim aktiv të provimit. Dhe Formisano llogariti se, për të mbajtur nivelet e vërejtura, burimi duhet të provojë rreth 2 milione gjysmë ton formaldehid në vit. 2 milione gjysmë ton çdo vit. Vetëm nga vulkanizmi ose hidrologjia, kjo është matematikisht e vështirë për të justifikuar. Publikimi i Formisanit bëri val, pastaj u zhyt. Jo sepse u kundërshtua shkencorisht, por sepse ishte shumë i pakëndshëm. Shumë njerëz e lexuan dhe pastaj vendosën ta injorojnë. Kjo ndodh. Shkenca bën politik, si çdo ndërmarrje njerëzore. Jeni gati për provën e katërt? Ajo është e dukshme. Sipas fjalës së plot, e dukshme nga orbita. Recurrent Slope Lineae, RSL. Ky term teknik fshihet brenda vetes diçka vizualisht mahnitse. Janë vizat e errta që shfaqen sezonalisht mbi shpatet të pjerta të Marsit. Ato rriten gjatë muajve të nxehta marsiore, zgjerdhen gjatë stinës së ftohtë. Ato kanë ngjyrë të errët, ngjyrë të lëngshme, ngjyrë të ujit. Dhe ato duken si lumenj të vogël, gjarpërojnë nëpër shpate, duke ndjekur gravitacionin. Zbulimi i parë formal u bë nga Lujendra Ojha, studiues doktoral nga Universiteti Georgia Tech, në vitin 2010. Duke shqyrtuar imazhet e kamerës HiRISE mbi bordin e Mars Reconnaissance Orbiter, ai vuri re këto vija dhe kuptoi se po ndryshonin sistematikisht sipas stinëve. 2015, Ojha, tani në Universitetin Brown, publikon studimin vendimtar në revistën Nature Geoscience. Analiza spektroskopike e RSL-ve tregon prania e hidrateve të perklorateve dhe klorateve, shenjë ujë të lëngshëm të kripzuar. Jo akull, ujë i lëngshëm. Kjo trondit komunitetin shkencor. NASA organizoi konferencë shtypi me titullin Mars Mystery Solved. Zgjidhja sipas tyre, uji i kripur i lëngshëm po rrjedh sezonalisht mbi sipërfaqen marsiore. Por pastaj, mbrapsht, 2 vjet më vonë,
Studimet të reja sugjeruan se roselot mund të shpjegohen me rroshqitje të fata të grimcave pluhuri, pa ujë, pa lëngër, thjesht pluhur. Dhe ky shpjegim, qoftë edhe i diskutueshëm, u pranua me shumë lehtësi nga komunitete. Pse? Sepse uji i lëngshëm do të nënkuptonte habitabilitetin aktual. Habitabiliteti aktual do të nënkuptonte nevojën për kujdes mbrojtës planetar. Kujdesi mbrojtës planetar do të nënkuptonte kosto, kufizime, vonesa në misionet e ardhshme. Dhe mbi të gjitha do të nënkuptonte pyetjen e pamundur. Nëse ka ujë të lëngshëm, a ka jetë? Dhe nëse ka jetë, çfarë bëjmë? Kjo është zgjidhja institucionale e NASA-s. Në presionin e buxhetit, të politikës dhe të pasigurisë ekzistenciale, zgjidh shpjegimin konservator. Gjithmonë. Nuk është bashkëpunim, është burokratizëm shkencor. Institucioni që duhet të jetë kureshtar i papar, po zbaton diktatin e jo tani, jo ende. Por nuk mund ta fshish rosolon. Ato janë aty, i sheh me sytë e tu mbi imazhet orbitale. Duzën e vijave të errta, 4000 metra të gjata, duke u zgjeruar dhe të kurrur me stinët. A janë ujë? A janë pluhur? A janë diçka tjetër tërësisht? Pyetja mbetet e hapur. Dhe kjo qëllimisht, sugjerojnë disa, mban mbyllur kutinë. Çfarë mendoni ju? Nëse do të ishit shkencëtar i lirë, i pavarur, pa presionin e financimit institucional, cilën hipotezë do të ndiqnit? Prova e pestë. Kjo është ajo që për mua dhe për shumë shkencëtar është sfiduesja më e madhe e paradigmës Marsi i vdekur. Është çështja e molekulave organike komplekse. Jo metani, jo formaldehidi, por tiofen, klorobenzeni, metilkloridi, molekula komplekse organike të gjetura direkt në rerin marsjore nga Curiosity, të konfirmuara me analizë spektrometrike jashtëzakonisht të saktë. Viti 2018, revista Science publikon studimin e Jennifer Eigenbrod, astrogeokimiste nga qendra hapësinore Goddard. Eigenbrod dhe ekipi i saj raportojnë zbulimin e molekulave organike komplekse, të ruajtura në shkëmb të vjetër argjil rreth 3 miliard vjeç. Jo molekula të thjeshta, molekula me zinxhir karboni të gjatë, të llojit që zakonisht gjendet si biomarker, shenja të jetës, në gjeokimin e tokës. Eigenbrod ishte e kujdesshme. Tha, këto mund të jenë organike abiotike, jo biologjike. Mund të kenë ardhur nga meteorite, por ato janë aty, dhe ne duhet i shqyrtojmë si kandidat biologjik. Kur një shkencëtare nga NASA thot, duhet i shqyrtojmë si kandidat biologjik, kjo nuk është hype, kjo është thirrje shkencore e matur. Por të analizosh si kandidat biologjik, do të thotë të dërgosh instrumenta biologjik. Dhe ndërkohë, dekada pas dekade, instrumentat e dërguar nuk kanë qenë biologjik. Kanë qenë geologjik, geokimik, atmosferik, por jo biologjik direkt. Deri vonë, misioni Perseverance, i ulur në Marsin në shkurt 2021, ka diçka të re, kapacitetin për të mbledhur kampione dhe t'i ruaj ato për rikthim eventual në tokë. Ky rikthim i mostrave, nëse ndodh, gjë e planifikuar për vitet 2030, do të jetë momenti vendimtar, sepse vetëm laboratoret e tokës kanë kapacitetin për testime biologjike plotësuese, biosignature scanning dhe analizë izotopike të mjaftueshme për të vendosur çështjen një herë mirë. Por kjo e lë çështjen pezull për edhe një dekadë. Dhe ndërkohë, dëshmi pas dëshmi vazhdon të akumulohet. Pyetja bëhet gjithnjë më e vështirë të shmangësh. Çfarë duket se ndodhi? Çfarë bashkërendit 5 linjat e pavarura të dëshmisë? Viking, metan, formaldehid, RSL, molekula organike komplekse, me heshtjen sistematike, riklasifikimet dhe mungesën e instrumentave biologjik direkt për 50 vjet. Mund të ketë shpjegime të thjeshta. Buxheti, prioritetet, pasiguria shkencore, konservatorizmi institucional i kuptueshëm i çdo organizate burokratike të madhe. Ose mund të jetë diçka tjetër. Diçka që ka të bëjë me çfarë do të thotë zbulimi i jetës marsjore për njerëzimin, për fenë, për politikën, për kuptimin tonë të vetvetes. Le të flasim tani për ato që shkencëtarët veten e tyre nuk i diskutojnë shpesh publikisht. Implikacionet. Zbulimi i jetës mikrobiale aktuale mbi Marsin do të ishte ndërhyrja më e madhe ekzistenciale në historinë moderne njerëzore. Mos e nënvlerësoni këtë. Nuk kemi model precedent. Nuk kemi protokoll. Nuk kemi kornisë filozofike apo fetare kolektive për të absorbuar.
do të nënkuptonte që jeta nuk është aksident kozmik, por fenomen të gjerë, gati universal. Do të nënkuptonte se universi mund të jetë ngopur me jetë, deri mbi syt, gati pafund. Do të nënkuptonte se pyetja jone vjetër, jemi vetëm, ka marrë përgjigje, dhe jo ato që shumica pritej. Do të nënkuptonte se toka nuk është vend i veçantë, dhe ne, Homo sapiens, me krenarin tonë evolucionare, me historin tonë, me luftrat tona, me teologjit tona, nuk jemi qendra. Kjo është rondesa e zbulimit. Peshon. Peshon aq shumë sa që, po, institucionet mund të vendosin të ngadalsohen. Nuk me qëllim keqdashus, por me frikë. Frikë njerëzore, e kuptueshme, instinktive. Gji Levini e fa hapur. Besoi se NASA riklasifikoi rezultatin jo sepse ishte i gabuar shkencërisht, por sepse implikacionet politike dhe sociale të zbulimit të jetës marsjore nuk ishin të menaxhueshme në atë moment. Njeri i vjetër, me mbi 90 vjet, me asgjë për të fituar, duke thënë të vërtetën. Mund ta besoni apo jo, por duhet ta dëgjoni. Tani duhet të bëjmë ato çfarë shkencëtarët e mirë bojnë, të shikojmë kundër argumentet. Argumenti kryesor kundër jetës aktuale marsjore është i thjeshtë dhe i fortë. Mjedisi sipërfaqësor i Marsit është brutal. Temperaturat mesatare janë -60 gradë Celsius. Presioni atmosferik është vetëm 0,7% i presionit toksor, afërsisht si qindra kilometra mbi sipërfaqen e tokës. Rrezatimi ultraviolet solar godet sipërfaqen pa filtrim, sepse Marsi nuk ka shtresë ozonike. Dhe, siç e mësuam nga Phoenix, ka perklorate oksidante të shumta. Këto kushte vërtet janë vdekjepruese për shumicën e formave të jetës toksore. Mikrobi tipik i laboratorit nuk do të mbjetonte as 10 minuta mbi sipërfaqen marsjore. Kjo është e vërtet dhe e rëndësishme për të pranuar. Por, dhe ky por është shumë kritik, ne kemi zbuluar mikroorganizma këtu në tokë që jetojnë në kushte që dikur mendoheshin jo kompatibël me jetën. Acidofilet mbijetojnë në pH 0, kthejsin sulfur dhe acid si ushqim. Termofilet rriten në temperatura mbi 100 gradë Celsius pranë burimove hidrotermale nënujore. Psikriofilet mbijetojnë nën 0 gradë, në akullnajat antarktike. Radiorezistentët, si Deinococcus radiodurans, durojnë doza rezatimi 10.000 herë më të larta se ato vdekjepruese për njerëz. Jeta është e habitshme. Ajo gjen mënyrë. Dhe Marsi, me rezervat e tij të mundshme ujore nën-toksore, me shtresat e tij gjeologjike të thella të mbrojtura nga rezatimi, mund t'i ofrojë ambiente mikrobiale. Jo mbi sipërfaqe, por poshtë, ku është ngrohtë, ku ka ujë të lëngshëm hipersalin, ku perkloratet janë burim energjie, jo helmues. Dhe pikërisht këtu hyet në skenarin më interesant. Hipoteza e Mars Subsurface Living, jeta nën-toksore marsjore. Ekipi i Roberto Orosei nga Instituti Nacional i Astrofizikës Italiane, INAF, publikoi në vitin 2018 rezultate spektakulare. Duke përdorur instrumentin Marsis, Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding, mbi anijet Mars Express, ata zbuluan një strukturë reflektuese të fortë rreth 44 kilometra nën sipërfaqen e poleve jugore marsjore. Një pellg uji të lëngshëm subglacial. Jo supozim, matje direkte radarike. Dimensionet e llogarituara, rreth 20 km diametër. Temperaturë mundshme -70 gradë Celsius. Kripësia shumë e lartë, aq shumë sa që temperatura e ngricës zbriste shumë nën zero normale. Si rezervuaret subglacial të Antarktikës, si liqeni Vostok, i cili, për të dhënë perspektivë, ka mikroorganizma aktive edhe pas 4 milion vitesh izolim nën 2 kilometra akull. Kjo zbulim ishte bombë. Pastaj pati debate. Disa shkencëtarë sugjeruan se sinjali mund të shpjegohej nga argjila kriogjenike, argjilat të ngritura, të cilat gjithashtu reflektojnë radarin ashtu. Debati vazhdon, por sinjali ekziston, është real, dhe interpretimi lagpell ujë subglacial mbetet valid shkencërisht. Nëse ekziston ujë i lëngshëm rreth 44 kilometra poshtë sipërfaqes, i mbrojtur nga rezatimi, i ngrohtë nga gjeotermia, i kripëzuar mjaftueshëm për të mbetur i lëngshëm, atëherë kemi kushtet bazike për jetën si ne e njohim. Jo kushtet ideale, por kufit minimal të habitabilitetit, pothuajse të risht.
Dhe kemi shembullin toksor se bakteria bën shumë me pak. Tani do të bëjmë diçka që programet e tjera televizive mbi Marsin nuk e bëjnë. Do t'ju prezantojmë me atë çfarë shkencëtarët nuk po flasin mjaftueshëm. Ka disa gjetje kontroverse, të pa komentuara adekuatisht. E para, analiza e rishqyrtimit të dhënave Viking nga ekipi i Levinit, kryer nga shkencëtari Chandra Vikramasinghe, tregoi se modeli i fluksit të dioksidit të karbonit në eksperiment ishte i papajtueshëm me çdo kimik a biologjike të njohur, por i pajtueshëm me prezencën e mikroorganizmave psikrofil. Vikramasinghe është kontrovers. Ai mbron edhe panspermiën, idenë se jeta erdhi nga hapësira në tokë. Shumë shkencëtar kryesori e refuzojnë ndikimin e tij, por analiza specifike e Vikingut nuk është kundërshtuar me të dhëna, vetëm me autoritet. E dyta, viti 2005, Kira Harold, bakteriologjiste nga Universiteti i Queenslandit, Australia, studioi perklorate si burime energjie metabolike. Zbuloi se disa baktere anaerobike jo vetëm toleronin perklorate, por i metabolizojnë aktivisht, i hanë. Nëse mikrobet marsiore kanë evoluar gjatë miliardave vjet me perklorate të bollshme, ato mund të jenë të adaptuara pikërisht për t'i përdorur si substrat ushqimor. Ky mund të jetë arsyeja pse eksperimenti i analizës organike të Vikingut ishte negativ. Mikrobat kishin konsumuar materialet organike. E treta, viti 2008. Ekipi i Hut Cooper dhe Schulze Makuch nga Universiteti Washington State propozoi hipotezën e hidrogen peroksid bazuar jeta. Nëse format e jetës marsiore kanë evoluar me ujë dhe hidrogen peroksid si solvente të brendshme qelizore në vend të ujit të pastër toksor, ato do të kishin sjellje kimike identike me ato të vërejtura nga Viking dhe do të ishin toksikisht të papajtueshme me testet standarde toksore. Shkurt, instrumentet tona mund të jenë gjetur para jetës marsiore dhe ta kenë vrarë atë me ujin e pastër të injektuar. Ju e kuptoni ironin? Mundësia që Viking jo vetëm gjeti jetë, por e vrau gjatë testimit. Me ujin, substancën që ne e konsiderojmë fundamentin e jetës. Nëse jeta marsiore ka evoluar me peroksid si solvent, atëherë uji i pastër, i cili u injektua masivisht gjatë eksperimentit labeled release, do të kishte qenë toksik. Si të injekton alkool të pastër brenda qelizave njerëzore dhe pastaj të thuash pa aktivitet biologjik, nuk ka jetë. Kjo hipotezë është spekuluese, por ka bazë kimike evolucionare. Nuk mund të injorohet vetëm sepse është e papëlqyeshme. Tani le të flasim për implikacionin e madh, implikacionin ekzistencial. Nëse Marsi pati jetë ose ka jetë, kjo do të thotë diçka shumë specifike për historinë tonë si qenie kozmike. 3 miliardë gjysmë vjet para tashme, si Toka, ashtu edhe Marsi, ishin të nxehta, me ujë të bollshëm sipërfaqësor, me atmosfera gjeologjikisht aktive. Periudha e njëjtë ku jeta filloi mbi Tokë, para rreth 3 miliardë 800 milion vitesh, është periudha kur edhe Marsi kishte kushtet optimale. Pyetja e astrobiologjisë, vallë lindi jeta mbi Tokë dhe Marsit pavarësisht, dyfisht, apo lindi një herë dhe u transferua me asteroid? Kjo është hipoteza e panspermisë planetare. Kur meteorite godasin një planet me jetë, ato mund të nxjerrin gjëra biologjike në hapësirë, me shpejtësi të mjaftueshme për t'i shpëtuar gravitetit. Bakterie sporore mund të mbijetojnë udhëtimin ndërsolar. Sipas studimeve të Universitetit të Edinburghut dhe Institutit Max Planck për kimi, disa bakteria sporore mund të mbijetojnë doza rezatimi dhe vakumi hapësinor për miliona vjet brenda asteroidëve të mëdha. Marsi dhe Toka kanë shkëmbyer materiale me siguri gjatë historisë së tyre. Nëse jeta lindi mbi Marsit dhe u transferua në Tokë, ne jemi marsian. Çdo qenie njerëzore, çdo qen dhe mace, çdo pemë dhe bar, çdo gjeldeti dhe krimb, jemi marsian. Prejardhja jonë do t'ishte planetit tjetër. Kjo nuk është teori e filmit. Kjo është hipotezë aktive shkencore, me mbështetje nga paleontologjia, astrobiologjia dhe studimet kozmokimike. Dhe pastaj ka skenarin tjetër, skenari i fundit të pavarur. Jeta lindi pavarësisht mbi Marsit dhe Tokës. Nëse kjo është e vërtetë, atëherë implikacioni është edhe më marramendës. Atëherë jeta nuk është aksidentale. Nëse lind pavarësisht mbi 2 planetet të sistemit tonë diellor, atëherë është pothuajse e sigurt të lind kudo ku kushtet janë të duhura. Dhe shikojmë shumë planete me kushte potencialisht të duhura. Numri aktual i egzoplanetëve të konfirmuar nga teleskopi Kepler dhe TESS është mbi 5000. Shumë prej tyre janë brenda zonave të banueshme.
distancat e duhura nga yjet e tyre ku uji i lëngshëm mund të ekzistojë. Nëse jeta nuk është aksidentale, por tendenciale, galaktika jonë mund të jetë plot me të. Dhe universi, me 2 trilion galaktika, mund të jetë pothuajse i gjallë gjithandej, deri mi fund. Kjo do të ndryshonte gjithçka absolute. Por le të kthehemi mbi Marsit, mbi dëshminë konkrete, mbi Gil Levinin dhe trashëgimimin e tij. Levin vazhdoi të botonte deri pak vjet para vdekjes. Viti 2016, artikull në revistën Astrobiology, Revisiting the Biological Interpretation of Vikings Labeled Release Experiments. Viti 2019, kolumn të bashkautor me Paul Stratt, kolegu i tij i misionit Viking, në Scientific American, me titull Confirmation of an Anomalous Signal on Mars. Viti 2021, vit vdekjes, raportuar të ketë thënë: unë nuk kam ndryshuar mendjen time. Viking i gjeti jetë dhe kur nuk do të tërhiqem nga kjo. Kjo nuk është kokëfortësi. Kjo është integriteti shkencor i njeriut që e ka kaluar gjithë karrierën duke e studiuar çështjen dhe që di, thellë, profesionalisht, metodologjikisht, se çfarë thotë të dhënat. Cili shkencëtar serioz mund ta ignoronte këtë? Cili redaktor reviste, cili dekan universiteti, cili drejtor agjencie hapësonore mund ta shikonte Levinin me kurrikulum vite, me dekada pune, me botim pas botimi, dhe thjesht e ignoronte. Dhe megjithatë, ata i bën. Tani do t'ju tregoj diçka për atë që ndodh prapas skenave të shkencës institucionale, diçka që shpesh nuk flitet. Shkenca, siç e idealizon ndoshta, nuk funksionon thjesht si dëshmi për fundim. Funksionon kështu: dëshmi, review, konsensus, financim, publikim, reputacion, financim i ri. Çdo hap ka njerëz me interesa, çdo hap ka presion institucional, çdo hap ka frikën e gabimit, frikën e talljes, frikën e humbjes së financimit nëse shkosh kundër krahut të konsensusit. Ky problem quhet Sociology of Scientific Knowledge, studiuar gjerësisht nga filozofët e shkencës si Thomas Kuhn, Imre Lakatos dhe Paul Feyerabend. Kuhn tregoi se ndryshimi i paradigmës nuk ndodh gradualisht, ndodh si revolucion dhe zakonisht pas shumë rezistencë. Lakatos tregoi se programet kërkimore kanë bërtham të fortë besimesh të mbrojtura nga brez mbrojtës supozimesh auksiliare. Nëse gjen dëshmi kundër bërthamës, programi i kërkimit gjeneron hipoteza ndihmëse për t'i shpjeguar anomalitë, pa ndryshuar bërthamën. Marsi është i vdekur, është bërthame fortë. Çdo anomali, metan, RCL, organike komplekse, modele sezonal, merr hipotezë ndihmëse, gjeologji, pluhur, perklorate abiologjike. Rreth qarkëzimi i mbrojtës i parandalon bërthamën të sfidohet. Kjo nuk do të thotë se konspiracioni ekziston. Do të thotë se sistemi shkencor, i ndërtuar me qëllim të mirë dhe me njerëz të mirë, mund të prodhojë rezistencë sistematike ndaj paradigmave kontestues, edhe kur dëshit janë të forta. Dhe tani, rreth 50 vjet pas Vikingut, ka ndryshime, graduale, hezitante, por reale. NASA-s vetë ka ndryshuar gjuhën e saj, jo nga Marsi është i vdekur, por nga Marsi ka potencial habitabil. Astrobiologjia si disiplinë është rritur nga jo ekzistente në 1990 në disiplinë me buxhete të konsiderueshme, programe doktorale dhe revista të dedikuara sot. Misioni Perseverance ka si qëllim eksplicit mbledhjen e kampioneve për shqyrtim të ardhshëm biologjik. Europa Clipper, misioni drejt hënës së Jupiterit Europa, është dizenjuar pikërisht për të zbuluar biosignature. Komuniteti shkencor po hapet, ngadalë, me rezistencë, me skepticizëm të duhur, por po hapet. Dhe ndoshta, brenda dekadave tona, do të kemi përgjigje. Mostra marsiore do të kthehen. Laboratoret e tokës do t'i analizojnë me mënyrë të pamundur në robot. Do t'a dim, ose nuk do t'a dim dhe misteri do të thellohet. Por tani, para se të shohim konkluzioni, duhet të pranojmë diçka. Pavarësisht nga sa dëshirojmë zbulimin, shkenca kërkon dershmëri epistemike. Nuk mund të themi NASA fsheh jetën marsiore si fakt. Mund të themi, dhe duhet, ka 5 linja dëshmi të pavaruara, grumbulluar mbi 50 vjet, nxitur nga instrumenta dhe metodologji të ndryshme, që secila e marr veç e veç, ka shpjegim alternativ jo biologjik, por të gjitha bashk formojnë një model të vështirë për t'u injoruar. Mund të themi,
shkencëtari kryesor i eksperimentit biologjik viking, deri në vdekje, pohoi me pasion dhe me argumente metodologjike se kishte gjetur jetë. Mund të themi, vendimi i NASA-s për të riklasifikuar rezultatin pa konfutim të qartë shkencor mbetet kontrovers dhe jo plotësisht i shpjeguar. Dhe mund të pyesim, pse 50 vjet pas eksperimentit biologjik të parë të fundit direkt, nuk kemi dërguar asnjë tjetër? Kjo pyetje ka përgjigje buxhetore, teknike dhe prioritare. Por pyetja ka edhe mundësinë e përgjigjes tjetër, të pakëndshme, sepse rezultati i kësaj pyetjeje mund të ndryshojë gjithçka. Kur Galileo pa hënat e Jupiterit dhe konkludoi se qielli nuk rrotullohej rreth tokës, Kisha Katolike nuk tha provoni të gabuar me dëshmi. Ata thanë tërhiqju ose pasojat do të jenë severe. Galileo e nënshkroi tërheqjen. Tha fjalët e famshme, ndoshta legjendare, e pur si muove. Dhe prap se prap lëviz. Unë nuk po sugjeroj se NASA është inkvizicion, por po sugjeroj se presionet institucionale, politike dhe sociale janë reale dhe kanë efektet e tyre mbi progresin shkencor. Dhe sugjeroj se rasti i Marsit, me 5 linja dëshmi dhe një shkencëtar kryesor të injoruar, meriton rishqyrtim. Dëshmi e parë, eksperimenti i labeled release i Viking, viti 1976, aktivitet biologjik i qartë, riklasifikuar pa konfutim shkencor. Dëshmi e dytë, metani sezonal i zbuluar nga Mars Express dhe konfirmuar nga Curiosity, me modele cirkadiane dhe sezonale të papajtueshme me kimik a biologjike të njohur. Dëshmi e tretë, formaldehidi i raportuar nga Formisano dhe ekipi ESA viti 2003, me sasi që nënkuptojnë burim aktiv provimi. Dëshmi e katërt, recurrent slope lineae, vija sezonale me shenjë hidratesh, të diskutueshme, por ende të pashpjeguara plotësisht nga modelet e rrëshqitjes së thata. Dëshmi e pestë, molekula organike komplekse, thiofen, klorobenzen, metilklorid, gjetur in situ nga Curiosity, me profil kimik biomarker-like. 5 linja, 5 dekada, 5 herë e njëjta pyetje, 5 herë e njëjta përgjigje institucionale. Mund të jetë tjetër gjë. Ndoshta mund, ndoshta Marsi është vërtet i vdekur dhe gjithçka ka shpjegim abiologjik. Shkenca duhet të la hapësirë për këtë mundësi. Por ndoshta nuk është. Ndoshta, nën shtresat e dhiu të kuq, nën akullnajat polore, nën presionin e 50 viteve të heshtjes institucionale, jeta ndërtoi rrugën e saj. Jill Levin vdiq duke besuar se kishte gjetur diçka. Jo supersticion, jo dëshirim, besim i bazuar mbi të dhëna, mbi metodologji, mbi vjetra vjet studimi drejt për drejt të rezultateve të eksperimentit të tij. Njeriu i cili e ndërtoi testin, e pa rezultatin, e analizoi gjatë gjithë jetës, ai tha, po. E drejta e tij apo e gabuar, kjo pyetje ende nuk ka përgjigje zyrtare. Dhe kjo e papërgjigjuri, 50 vjet e gjatë, është historia e vërtetë e Marsit. Sot, çdo herë që Perseverance lëviz mbi sipërfaqen e kraterit Jezero, çdo herë që gërmuesi i tij merr kampion pas kampioni dhe i mbyll hermetikisht për rikthim eventual, ka mundësinë se brenda atyre tubave të vogël metalik janë mbetjet, ose gjurmët, ose mikrobet e gjalla të qinjes tjetër, jeta tjetër. Shenja se universi ka shpikur veten edhe një herë, pavarësisht, mbi planetin tjetër. Nëse kjo të vërtet, do ta zbulojnë brenda dekadave, dhe kisha guximin e kuriozitetit për të mos e mbyllur çështjen, do të jetë momenti kur njerëzimi zbrit nga piedestali i fundit. Jo Koperniku, i cili na hoqi nga qendra e sistemit diellor, jo Darwini, i cili na hoqi nga qendra e krijimit biologjik, por zbulimi i tretë kozmologjik i madh. Nuk jemi as një llojt, as të parët, as të fundit. Çfarë du të bëjmë me atë ditë? Ndoshta pyetja e vërtetë nuk është a ka jetë mbi Marsit. Pyetja e vërtetë mund të jetë, jemi gati ta pranojmë përgjigjen, cila do qoftë ajo. Sepse nëse përgjigja është po, gjithçka ndryshon. Feja, filozofia, politika, kuptimi joni si funksionon universi, kuptimi joni vetvetes. Dhe nëse përgjigja është jo, Marsi konfirmon vetmin ton kozmike, befasin dhe ngushtësin ton ekzistenciale. Të dyja janë friksuese. Të dyja ndryshojnë gjithçka. Jill Levin e zgjodhi mënyrën e tij. Pranoi dëshmin, ndoqi logjikën dhe refuzoi të heshte. Deri në fund. Kjo nuk është heroizëm jashtëzakonshëm.
Kjo është thjesht ndershmëri shkencore. Por ndershmëria shkencore, siç dëshmon historia, mund të jetë akt shumë i guximshëm. Vazhdoni të bëni pyetje të pamundura, sepse Marsi, planeti i kuq, i ftohtë, i heshtur aty lart, ndoshta ka shumë për t'i thënë, nëse ka dikush gati të dëgjojë. Çfarë mendoni ju? Nëse do të ishit drejtori i NASA-s dhe do të kishit dëshmitë e Levinit para vetes, çfarë do të kishit zgjedhur të bënit? Do t'i kishit bërë publike rezultatet? Apo do të kishit pritur? Dhe nëse kanë pritur, kur do t'jetë koha e duhur? Tani, dua t'ju çoj në një udhtim pak të ndryshëm. Jo mbi sipërfaqen marsiore, por brenda historisë shkencore të njerëzimit. Sepse të kuptosh se si funksionon shkenca, ndihmon të kuptosh pse debati i Marsit është aq i vështirë për t'u zgjidhur. Viti 1963. Astronomia radio e Universitetit Cambridge. Një studente doktorale 24 vjeçe, Jocelyn Bell Burnell, vëre një sinjal të çuditshëm, ritmik, shumë të saktë, që përsëritet çdo 1.3 sekonda. Aq i rregullt, aq i saktë, sa ekipi i saj fillimisht e katalogon me kodin LGM1, Little Green Man. Jo seriozisht sigurisht, por seriozisht mjaftueshëm sa ta ruajnin të fshehtë për disa muaj ndërsa hetonin. Ajo ishte pulsar, ylli neutronik që rrotulloi me shpejtësi maramense. Jo jetë inteligjente, por historia shërben si paralel. Edhe shkencëtarët me integritet të paprekur, kur gjejnë diçka shumë të çuditshme, hezitojnë, fshehur dhe me kujdes mëtejnë. Jo nga keqbërësi, nga kujdes metodologjik. Bell Burnell nuk mori çmimin Nobel që i takonte. I u dha supervizori i saj, Anthony Hewish. Kjo është histori tjetër e padrejtësisë shkencore. Por pikërisht sepse ajo hezitoi, verifikoi dhe i mori kohë, zbulimi u atribua finalisht sa duhej. Kjo është mënyra siç duhet të funksionojë shkenca. Qëndroni mbi sipërfaqen marsiore. Nuk keni veshur kostum hapësinor në imagjinat, thjesht shihni. Qielli nuk është blu, është i kuqërremt, kazëm, but roz gjatë ditës dhe kaltërosh mangart bus horizontit gjatë perëndimit të diellit. Krejtësisht e kundërt me perëndime toksore të kuqe. Dielli shihet rreth gjysmën e madhësisë që e shohim nga toka. Temperaturat gjatë ditës mund të arrijnë 0 gradë Celsius pranë ekuatorit, ashtu siç ndodh një ditë dimri të ftohtë në Evropën veriore. Pastaj, me perëndimin e diellit, temperatura bie nën -20 deri -70 gradë Celsius. Asnjë atmosfere trash ta rregulloj, asnjë oqean ta stabilizoj, thjesht rënja e drejtë për drejtë e temperaturës. Horizonti është i ngushtë, sepse planeti është më i vogël, rreth 3.3 kilometra para se kurba planetare ta fshijë. Por majat e vulkaneve marsiore janë aq të larta sa që nga rrënjët e Olympus Mons, majën e saj 25 kilometra të lartë as nuk e shikon. Është thjesht rrafshi i gjerë. Planeti vet nuk është sa madh siç mundet syri të perceptojë. Dhe pluhuri marsior është gjithkund. Grimca aq të vogla dhe të lehta sa ngjiten gjithandej. NASA s'ja mori vite të kuptojë se pluhuri marsior ndikonte panelet solare të roversave shumë pak se sa kishin pritur. Pastaj kuptuan se erërat periodike i pastronin ato. Kjo fat i roversave solare, që jetuan shumë më gjatë se sa projektuari, u bën nga stuhit e pluhurit. Fenomen ironik. Por po ai pluhuri njëjt, kaq i imët e kaq i pranishëm, mund të mbulojë dhe ruaj jurmë biologjike nën sipërfaqe për miliona vjet. Fakt teknik, por shumë i rëndësishëm. Radiacioni ultraviolet mbi sipërfaqen marsiore është rreth 1000 herë më intensiv se mbi sipërfaqen toksore, nëse morëm atmosferë me trashësi të njëjtë. Por atmosfera e Marsit është aq e hollë, 102 herë më e hollë se toksoria, sa që shumë rrezatim arrin drejt për drejt. Kjo vret çdo mikroorganizëm të ekspozuar brenda minutave. Megjithatë, thellësia pak centimetra dheu apo shtresat sedimentare ofrojnë mbrojtje efektive. Edhe disa centimetra dheu redukton drastikisht rrezatimin UV dhe ionizues. Kjo do të thotë se mundësia biologjike nuk është mbi sipërfaqe, është nëntë. Curiosity ka gërmuar, Perseverance gërmoi. Shpimi i mostrave ka arritur rreth 8 deri 12 cm thellësi, por hipoteza e jetës nën-toksore parashikon se shtresat e mbrojtura biologjikisht janë dekametra apo kilometra poshtë. Instrumentet tona, makina robotike mbi sipërfaqe,
janë si përpjekja për të zbuluar shtresat e thella gjeologjike me lugë kuzhinë. Ne gërmojmë anekdotalisht, jo sistematikisht. Misioni i ardhshëm me gërmim të thellë, Mars Sample Return, kombinuar me një eventual mision me shpinë të thellë, mund të ndryshojë gjithçka. Por ai është edhe 20+ vjet larg. Tani duhet të flasim për periudhën kur Marsi ishte i nxehtë, sepse kjo kontekstualizon gjithçka. Para rreth 3 miliardë gjysmë deri 4 miliardë vitesh, Marsi ishte vend krejtësisht i ndryshëm. Nuk ishte planeti i tharë, i ftoftë dhe i pluhurosur i sotëm. Kishte oqeane. Studimet e Mars Reconnaissance Orbiter dhe MAVEN tregojnë prova geomorfologjike të sistemeve hidrologjike masive, kanjone të formuara nga ujvara, delta lumejsh, bazene sedimentare, delta fushore. Gjeologjia tregon ujë të bollshëm likuid mbi sipërfaqe për miliona e miliona vjet. Vulkanizmi marsor ishte aktiv. Olympus Mons, vulkani më i madh i sistemit diellor, 25 kilometra i lartë dhe 600 kilometra diametër, ka zona që tregojnë aktivitet gjeologjik relativisht të vonshëm, ndoshta brenda 10 deri 20 milion viteve të fundit. Blink kozmik. Atmosfera ishte e trash, CO2 dhe avull uji dhe ndoshta azot, duke krijuar efekt serë të moderuar dhe temperatura sipërfaqësore mbi 0 gradë Celsius. Uji i lëngshëm ekzistonte, kimia organike ekzistonte. Në tokë, jeta nuk vonoi. Sa dim, u shfaq brenda 500 milion viteve pas formimit të planetit tonë. Brenda 600 milion viteve pati mikroorganizma kompleks. Brenda 1 miliardi kishte eukarionte primitive. Jeta ishte e shpejtë, e guximshme, e pangopshme si fenomen. Nuk vonoi mirësinë. Nëse Marsi pati kushte të njëjta apo të ngjashme me Tokën para rreth 3 miliardë gjysmë deri 4 miliardë viteve, me ujë të lëngshëm sipërfaqësor, me kimia organike, me burime energjie hidrotermale, pse do të mos kishte lindur jeta? Pyetja burracake është jo pse do të kishte lindur, por pse supozojmë se nuk lindi. Hëna Europa e Jupiterit ka oqean në New York nën krust akullor, dhe shkencëtarët pothuajse universalisht pranojnë se ajo ka kushtet e nevojshme për jetë mikrobiale. E njëjta logjik, e njëjta set kriteresh, temperatura e duhur, ujë, kimi, energji geotermale, aplikohet mbi Marsit. Por Europës jepet nderimi i mundësisë biologjike, kurse Marsit jo. Pse? Ndoshta sepse Viking e bëri çështjen politike. Ndoshta sepse ndërmjet vitit 1976 dhe sotit ka kaluar shumë dhe shumë debate i stërmundimshëm. Ndoshta sepse prova direkte e prodhuar nga kaq afër, nga planeti fqinj, i vizitueshëm, i arritshëm, do të kishte implikacione shumë konkrete se si do të vepronim. Europa është larg, Marsi është tjetër gjë. Misionet drejt Europës janë të planifikuara, po afrohen. Nëse Europa zbuloi jetën dhe zbuloi të parët, do të kishte një ironi kolosale. Kemi kaluar 50 vjet duke ignoruar dëshmin nga fqinji ynë marsor dhe pastaj zbulojmë jetën 620 milion kilometra larg. Ndoshta historia ka humor të zi. Por kthehuni ja ke pyetja kryesore. Çfarë ka bërë NASA konkretisht me dëshminë? Kjo është e rëndësishme ta ndajmë me qartësi, sepse NASA po fsheh, është akuzë e madhe dhe duhet trajtuar me ndershmëri. Ajo çfarë ne dim me siguri, NASA riklasifikoi rezultatin e Viking Labeled Release pas publikimit fillestar si inkonkluz dhe jo pozitiv për jetë. Ky vendim u bë nga komiteti shkencor, i cili u mbajt shumë shpejt pas misionit. Argumenti kryesor, eksperimenti i GCMS, i analizës organike, kishte treguar rezultat negativ dhe pa molekula organike, rezultati biologjik pozitiv nuk mund të interpretohej si jeta. Ky argument, siç e kemi shpjeguar, kishte problem. GCMS dëmtoi organizat gjatë procesit të ndezjes termike dhe veçanërisht me perklorate të paditura ato kohë. Por bëjmë drejtësi. Në vitin 1976, perkloratet nuk ishin zbuluar mbi Mars. Shkencëtarët nuk dinin. Vendimi u bë mbi informacionin e disponueshëm në ato kohë. Çfarë bëhet problematike, dhe kjo është ajo çfarë Levin kritikoi gjatë gjithë jetës, është se kur informacioni ndryshoi, kur perkloratet u zbuluan në vitin 2008, kur analiza e rishqyrtimit tregoi se GCMS mund të kishte djegur materialin organik, NASA nuk e rikonsideroi vendimin e vjetër. Nuk u bë analiza formale. Tani që kemi informacion të ri, a duhet të rishqyrtojmë konkluzionin e Viking? Kjo qetësi institucionale pas zbulimit të perklorateve, kjo heshtje metodike ndaj reevaluimit, është ajo çfarë sugjerojnë shumë shkencëtarë si problematike.
Dhe pastaj ka çështjen e protokollit të mbrojtjes planetare. Mbrojtja planetare është disiplinë reale, shumë serioze, e rregulluar nga traktate ndërkombëtare. COSPAR, Komiteti i Hapësirës për Hulumtim Hapësinor, një organ i Kombeve të Bashkuara, ka protokolle strikte se si misionet ndërkombëtare duhet të ndjekin sterilizim para lëshimit dhe të evitojnë ndotjen e planetëve me jetë potenciale. Misioni Mars 2020, Perseverance, u dërgua si kategoria 4B, kategoria e lartë, pikërisht sepse do të gërmonte në zona potencialisht habitabile. Nëse NASA do të pranonte zyrtarisht se Mars ka jetë aktuale, implikacionet e mbrojtjes planetare do të ishin drastike. Shumë zona marsiore do të ishin të jashtë limitave. Gërmimi do të kufizohej. Misionet e ardhshme të populluara, të cilat janë prioriteti NASA-s për dekadën 2030, do të hasnin komplikime etike masive. Çfarë bëjmë nëse gjendet jetë dhe ne sjellim njerëz? A rrezikojmë kontaminim të ekosistemit marsor? A ka Marsi të drejta biologjike nëse ka jetë? Këto pyetje janë ngritur seriozisht nga filozofë etik dhe shkencëtar të astrobiologjisë. Ato nuk kanë përgjigje të gatshme. E kuptoni peshën? Zbulimi i jetës marsiore nuk është vetëm zbulim shkencor, është ndërhyrje juridike, etike, politike e institucioneve ndërkombëtare dhe programeve hapësinore. Është ndërprerje potenciale e planeve shumë miliard dollarësh. Mund ta kuptoni pse konsensusi institucional zgjedh heshtjen mbi shpalljen? Viti 1996. Ky vit e solli ngjarjen e madhe, meteorit. Meteoriti ALH 8401 gjendet në Antarktik. Sipas analizave gjeokimike i origjinuar nga Marsi, vrapi jashtë atij planeti rreth 16 milion viteve më parë dhe u ul mbi tokë rreth 13.000 viteve më parë. NASA analizoi këtë meteorit dhe zbuloi disa struktura të jashtëzakonshme brenda tij. David McKay, shkencëtar kryesor i ekipit të qendrës hapësinore Johnson, bëri konferencë shtypi me presidentin Bill Clinton prezent. Konferenca u transmetua botërisht. McKay raportoi strukturat ovoid brenda meteoritit me dimensione nanometrike, shumë të vogla edhe për disa baktere të njohura, por të krahasueshme me disa nanobaktere, mund të ishin mikrobet marsiore fosile. Kimikia e karbonatit rreth tyre ishte karakteristike e aktivitetit biologjik. Polycyclic aromatic hydrocarbons, PAH, biomarker biologjik të mundshëm, ishin gjendur brenda. Presidenti Clinton tha: "Nëse zbulimi konfirmohet, do të jetë zbulimi më i rëndësishëm në historinë e shkencës." Bota u fiksua. Pastaj pati kundër kritikën. Shkencëtar tjerë argumentuan se strukturat nanometrike mund të ishin abiotike, se pahet mund të kishin ardhur nga kontaminimi i Antarktikës, se kimia e karbonatit kishte shpjegim mineral. Debatet vazhduan vite. McKay mbroi pozicionin e tij deri në vdekje, viti 2013, pa përfundim. ALH 8401 mbetet i pavendosur, por ka historikisht signifikancë metodologjike. Tregon se edhe kur gjen dëshmi aparente, shkenca mund ta tërheq prapa nëpërmjet alternative shpjegimesh. Dëshmi nuk është mjaftueshme. Kërkohet replikim, konfirmim, eliminimi i alternativave. Dhe kjo proces mund të zgjas 50 vjet. Duhet të flasim hapur për problemin e frymëzimit. Ky është termi që astrobiologët e ndërgjegjshëm përdorin për fenomenin kur entuziazmi për jetën jashtëtoksore ndikon negativisht gjykimin shkencor, jo duke rënë dakord me çdo dëshmi, por duke te nxjerr konkluzione. E kundërta e refuzimit institucional, krahu tjetër i medaljes, ku dëshirojnë të gjejnë jetë aq shumë sa bëjnë gabime të kundërvlerëshme. Ky problem ekziston. Ekziston në komunitetin astrobiologjik, ashtu siç ekziston refuzimi institucional. Dhe pikërisht prandaj, argumenti i Levinit është i rëndësishëm jo sepse Levin donte të kishte gjetur jetë, por sepse ai kishte metodologji të shëndosh dhe duke ditur metodologjinë e vetë sistemit të testimit, kuptonte se çfarë do të thotë pozitiv dhe çfarë jo. Ky nuk ishte problemi i frymëzimit. Ky ishte argument metodologjik i bazueshëm mbi dieni teknike. Po të flasim edhe për diçka tjetër, rolin e medias dhe publikut shkencor. Kur shkencëtarët bëjnë deklarata publike, ata janë zakonisht shumë të kujdesshëm me gjuhën. Sugjerim, mundësi, hipotezë, kërkon konfirmim të mëtejshëm. Kjo gjuhë e matur shpesh humb kur mediat e raportojnë. Headline bahet NASA gjen jetë mbi Mars. Kur nuk zbulohet, headline tjetër:
Shpresa e jetës mbi Mars shembet. Publiku zhgënjehet. Entuziazmi zvoglohet. Financimi bëhet politikisht i vështirë. Shkencëtarët mësojnë të jenë edhe më konservative me komunikimin e ardhshëm. Rreth vicioz. Ky dinamizëm ka formuar në mënyrë specifike diskursin publik për Marsin. Çdo zbulim i rëndësishëm ka pasur epilog medial të egzageruar dhe pastaj reagim të zhgënjur. Rezultati, publiku ka zhvilluar skepticizëm të justifikuar, por shpesh të aplikuar gabimisht. Skepticizmi ndaj hajpit mediatik është i shëndosh. Skepticizmi ndaj gjithë dëshmive, pa dalluara, nuk është. Ka diçka thellë njerëzore në këtë histori. Kjo nuk është thjesht histori e Marsit dhe e NASA-s. Kjo është histori e si shoqëria njerëzore trajton njohurinë e pakomoduar. Njohurinë që sfidon strukturat ekzistuese të kuptimit, të financimit, të identitetit institucional. Semmelweis u tall sepse ideja se mjekët po vrisnin pacientët me duar të palara ishte shumë e pakomoduar. Mjekësinë e vendoste si fajtore për vdekje, jo si shëruese. Jeta marsjore është e pakomoduar, sepse sfidon shumë gjëra njëherësh: rolin special të njerëzimit, etikën e eksplorimit hapësinor, strukturën e besimeve fetare dhe, ç'është kritike, prioritetet buxhetore dhe politike të agjensive hapësinore. Por dia nuk shkon kurrë shtuk. Mund të vënohet, mund të heshtet, mund të mbulohet, por ajo është aty dhe zakonisht me kohë del. Tani duam të bëjmë diçka të guximshme. Do t'ju japim argumentin më të fortë kundër gjithçka po themi dhe do ta marrim seriozisht. Argumenti nul. Marsi është i vdekur. Gjithmonë ka qenë. Jeta nuk ka lindur kurrë atje. Versioni i fortë. Jeta mbi tokën u shfaq pothuajse menjëherë pas formimit planetar. Por kjo mund të ketë qenë aksidentale apo varet nga kushte shumë specifike. Marsi, pavarësisht ujit sipërfaqësor të hershëm, mund të ketë munguar disa nga kushtet kritike: natyrën specifike të kimikës prebiotike, serinë e drejtë të reaksioneve kimike, burimet hidrotermale me pH dhe temperaturën e duhur. Guri i fundit i mozaikut mund thjesht të mos ketë qenë aty. Versioni më i fortë. Viking testet në fakt treguan se dheu marsor është kimikisht aktiv dhe oksidant, diçka që maskimin biologjik imiton, por jo identike me biologjinë. Energjia kimike e lëshuar mund të kishte ardhur nga peroksid hidrogjenur ose perklorate, duke reaguar me ujin, reaksion kimik i thjesht që duket si metabolizëm. Analiza e Millerit mbi ritmet cirkadiane mund të ketë qenë pareidolia statistikore, gjetja e modeleve ku nuk ka. Dhe metani sezonal mund të jetë fare mirë gjeologjik, rezultati i reaksioneve serpentinizuese, ku uji reagon me hekur silikate dhe prodhon metan si produkt ansor. Ky argument null është i vlefshëm, ka mbështetje shkencore, dhe ne duhet ta pranojmë si hipotezë serioze gjatë shqyrtimit ton. Nuk jemi apologjet të jetës marsione, ne jemi eksplorues të pyetjeve. Por kjo ishte pikërisht qasja e Gil Levinit. Shiko të dyja hipotezat, null dhe biologjike, dhe kontrollo se cilën e mbështeten të dhonat. Metodologjia e eksperimentit të labeled release ishte dizajnuar pikërisht me kontroll të duhur. Kampioni sterilizuar si kontroll negative, kampion normal si eksperiment. Rezultati i sterilizuar dha 0 aktivitet, pikërisht çprisnin. Kampioni normal dha aktivitet. Pastaj sterilizuan kampioni normal pas faktit dhe aktiviteti u ndalua. 3 hapa, 3 herë e njëjta gjë. Biologjia sillet kështu, kimia abiologjike nuk sillet kështu. A mund ta shpjegohet me kimik? Levini insistonte, provone matematikisht. Kur nuk u provua me matematikë konvincuese. Historia e shkencës ka shumë raste ku shpjegimi alternativ u bë refugji i konservatizmit të tepërt. Korologjia, ideja e kontinenteve të lëvizshme, u refuzua sistematikisht për 30 vjet pas propozimit të Wagnerit, sepse nuk kishte mekanizëm i njohur fizik. Shpjegim alternativ ishte kontinentet duken si i përshtaten njëri tjetrit. Rastësi. Pajtueshmëria ishte aty, ishte e qartë, ishte e matshme, por u hodh poshtë sepse mekanizmi mungonte. Pastaj u zbulua shpërndarja e dyshemes oqeanike dhe gjithçka u kthye. Edhe Marsi mund të jetë rast i ngjashëm. 5 linja dëshmi, secila e refuzueshme individualisht me shpjegim alternativ, por bashk formojnë model që kërkon shpjegim të unifikuar. Jeta ofron shpjegim të unifikuar.
kimike a biologjike kërkon 5 shpjegime të ndryshme, pavarura, secila pak të pabesueshme. Okami do të pyeste, cili skenar është më i thjeshtë? Merrini me vete këtë imazh. Jill Levine, 93 vjeç, ulur në zyrën e tij të vogël në Silver Spring, Maryland, rrethuar nga shtypjet e letrave shkencore dhe printeve të grafikëve Viking, kaset filmike të vjetra të analizave kompjuterike, fotot e lançimit të Viking nga viti 1976. Dhe ai shkruan, akoma, analizë pas analize, duke u përpjekur të artikuloj çfarë ai di se ai di, se eksperimenti i tij funksionoi, se jeta ishte aty, se historia e shkencës do ta vërtetojë atë. Ai nuk kërkon lavdi. Ai ka pasur karrierë të suksesshme, ka gjetur financim, ka punuar me NASA-n edhe pas debatit. Ai nuk është njeri i hidhëruar. Ai është njeri me siguri episteme, me besim të bazueshëm se të dhënat i mbështesin. Jam i qetë, tha ai në intervistën e fundit para vdekjes. E di çfarë gjeta, e di metodologjinë dhe e di se historia do të vendosë çështjen. Ndoshta jo gjatë jetës sime, por do të vendosë. Ai vdiq 2021. Kampionet marsjore do të kthehen, nëse plani vazhdon, rreth 2036. Ai nuk do ta shohë, por historia mund ta shohë atë si Semmelweis të astrobiologjisë, ose si shkencëtar të mirë që gaboi, por me ndershmëri. Tani le të flasim për atë çfarë NASA vetë ka thënë, jo nëpërmjet zyrës PR, por nëpërmjet publikimeve akademike. Viti 2022. Revisten Astrobiology. Punime të disa autorëve, duke përfshirë shkencëtar aktiv të NASA-s, analizojnë gjendjen aktuale të dëshmisë biologjike marsjore. Konkluzionet formale janë konservative, por gjuha e brendshme e punimeve tregon diçka tjetër. Nivel pasigurie shumë më të lartë se çfarë raportet publike sugjerojnë. Fjalë si enigme pas zgjitur. Anomali statistikore nuk mund të shpjegohet me modele gjeologjike aktuale. Dhe hipoteza biologjike mbetet valide dhe e pafalsifikuar, shfaqen në punime me autor NASA. Kjo nuk është NASA pohon jetën, por është NASA nuk ka provuar mungesën. Dhe gjersa shkenca funksionon me hipoteza dhe falsifikim, hipoteza biologjike mbetet aktive. 3 pyetja fundamentale që fizika dhe astrobiologjia bashk nuk mund t'i përgjigjen plotësisht ende. E para, çfarë është minimumi i kushteve të nevojshme për origjinën e jetës? Jemi të sigurt për ujin e lëngshëm, karbon, energji dhe kohë. Por formula eksakte, sekuenca e reaksioneve prebiotike që prodhojnë molekulën e parë autoreplikuese, nuk është zbuluar. Nuk e kemi bërë ende jetën nga zero në laborator, edhe pse kemi bërë progres enorm. E dyta, sa shpesh ndodh origjina e jetës kur kushtet janë të duhura? Mund të jetë fenomeni llahtarshëm të rrallë, ndodhi një herë mbi tokën, aksidentalisht, ndoshta kur tjetër kund. Ose mund të jetë fenomen themelor i fizikës kimisë, që ndodh automatikisht kudo kur termodinamika dhe kimia lejon. Nuk e dim. E treta, a kemi sensorët dhe instrumentet e duhura për t'i zbuluar format e jetës marsjore nëse janë krejtësisht të ndryshme nga ato tokësor? Çdo test i dërguar deri tani ka qenë projektuar duke supozuar se biokimia marsjore, nëse ekziston, është analoge me ato tokësor, e bazuar mbi karbon, me ujë si solvent, me aminoacide dhe proteina. Por nëse evolimi marsjor, nëse ndodhi, ka ndjekur rrugë krejtësisht tjetër kimike, instrumentet tona mund të jenë krejtësisht të verbra ndaj saj. Kjo pyetja e fundit është ndoshta më e rëndësishme nga të gjitha, sepse nuk është vetëm çështje instrumentesh, është çështje imagjinate shkencore. Ne kërkojmë jetë marsjore me filter toksor. Duam CO2, metabolizëm bazuar ATP, acide nukleike. Por jeta, nëse është fenomen fiziko-kimik i gjerë, mund të ketë forma të papritura. Sarah Walker, fizikane teorike nga Universiteti Shtetëror i Arizonës, dhe kolegu i saj Paul Davis kanë zhvilluar teorinë e informacionit si themel i jetës. Ata argumentojnë se jeta nuk duhet të definohet nga biokimia, por nga struktura e informacionit. Sistemet që prodhojnë, ruajnë dhe procesojnë informacion hierarkik dhe kausal mund të jenë jetë, pavarësisht të substratit kimik. Kjo teori, e publikuar gjerësisht nga viti 2017, hap mundësinë e jetës kimikisht jo standarde dhe sugjeron se testet tona aktuale po kërkojnë diçka shumë specifike, shumë nga ç'nevojitet. Tani dua t'ju ndaloj për një moment tjerësor.
sepse ka diçka që duhet të zbulohet hapur rreth strukturës psikologjike të debatit marsjor. Ka dy tipat kryesor njerëzish në debatin publik mbi jetën jashtëtoksore. Tipja parë, ata që thonë, sigurisht ka jetë kudo, NASA e fshie gjithçka, UFO janë reale dhe qeveria di gjithçka. Ata nuk janë ndihmues për shkencën. Ata dëmtojnë debatin e seriozëm. E kuptojmë pse njerëzit ezoterik dhe njerëzit serioz shkencor janë grumbulluar bashkë nga mediat, por ato janë shumë kategori të ndryshme. Tipja dytë, ata që thonë, asnjë dëshmi reale nuk ekziston. Çdo pretendim rreth jetës jashtëtoksore është pseudoshkencë. Duhet të jemi totalisht skeptik. Edhe ky pozicion nuk është shkencërisht i drejtë. Skepticizmi i egzageruar ndaj hipotezave të bazuara mbi dëshmi reale nuk është virtyt shkencor, është dogmatizëm i llojit tjetër. Pozicioni i ndershëm shkencor është ai i mesëm. Dëshmi ekziston, nuk është konkluzive. Hipoteza biologjike nuk është konfutuar. Kemi nevojë për teste të mëtejshme direkte. Kjo është pozicioni i Gilles Levinit. Kjo duhet të jetë dhe pozicioni ynë. Tani dua t'ju bëj të mendoni diçka që rrallë mendohet nga publiku i gjerë. Nëse Marsi ka, ose pati, jetë, cilat janë implikimet për shëndetin e njerëzimit? Kur Perseverance mbledh kampione, ato kampione ruhen hermetikisht. Kjo nuk është vetëm për të mbrojtur integritetin e kampionit, por edhe për mbrojtje të kundërt planetare. Mundësia teorike që Marsi mund të ketë mikroorganizma aktiv, të cilat mund të jenë patogjen potencial për Tokën, merret shumë seriozisht nga komitetet e mbrojtjes planetare. Traktati i hapësirës kozmike i vitit 1967, Neni 9, kërkon nga palët nënshkruese shmangjen e kontaminimit mondjesot të planeteve. Laboratori i biokontenimentit të nivelit 4, niveli i lartë i biosigurisë, do të pritet të trajtojë kampionet marsjore kur të kthehen. Kjo nuk është nga frika irracionale e marsianëve. Kjo është mas paraprake racionale e bazuar mbi parim të rëndësishëm. Nuk dim çfarë janë kampionet. Derisa ta dim, mbajnë kontroll. Ky rigorozitet është i mirëpritur dhe tregon se shkenca e merr mundësinë seriozisht. Ka edhe dimensioni filozofik i thellë i diskutimit. Fytyra njerëzore, nga milionat e viteve të evolucionit, ka tendencë të kërkojë agjencitetin, të shohë fytyra dhe qëllime ku nuk janë. Ky bias kognitiv, quajtur agentive detection, nga psikolog kognitiv Michael Shermer dhe të tjerë, na bën të shohim modele me qëllim. Kur shohim RSL-t, vizat e errta që lëvizin me stinët, mendja jonë ka tendencë të interpretojë si agjenciteti, por mundet mirë të jetë kimike. Nga ana tjetër, e njëjta tendencë mund të funksionojë nga mbrapsht tek shkencëtarët mbi skeptik, ku ata shohin model biologjik të rrem, edhe kur dëshmi e vërtet biologjike është aty. Bajiset njohse punojnë në të dyja drejtimet. Kjo e bën gjykimin shkencor të vështirë dhe e bën testin eksperimental të drejtë për drejtë, të llojit viking, por të përmirësuar, të ripërsëritur, me teknologji moderne dhe njohuri të perklorateve, absolutisht të nevojshëm. Jo opinion, jo argumenti logjike, eksperiment. Dhe kjo na çon në konkluzionin e madh të temës sonë. 50 vjet pas vikingut, ne nuk kemi bërë eksperiment tjetër biologjik direkt mbi sipërfaqen marsjore. Zero. Asnjë. Pas 50 viteve të misioneve marsjore, me miliarda dollar të shpenzuara, me teknologjinë që ka avancuar 10 mijëra herë mbi atë të vitit 1976, nuk kemi ekzaminuar drejt për drejt pyetjen a ka jetë mbi Mars. Ky fakt i marr vetëm, pa interpretim, pa teori konspiracioni. Ky fakt është i çuditshëm. Është i çuditshëm shkencërisht. Nëse keni pyetje të hapur, me dëshmi kontestues, me shkencëtar kryesor të vilit pa konfutuar, dhe nuk bëni eksperiment për ta zgjidhur atë pyetje për 50 vjet, çfarë thot ky fakt? Çfarë tregon ky heshtje metodike? Mund të tregoj pakujdesi buxhetore. Mund të tregoj prioritete teknike. Është vështirë dhe e shtrenjtë të dërgosh instrumente biologjike. Mund të tregoj hezitim metodologjik. Si e dizajnon eksperimentin nëse nuk e di biokimin e jetës marsjore? Ose mund të tregoj diçka tjetër. Mund të tregoj se diku vendosi se pyetja ishte zgjidhur nga viking, dhe vendimet institucionale pas riklasifikimit formuan kulturë organizative që nuk dëshironte ta riaponte. Jo me keqbësi, jo me konspirat, por me inerci institucionale, forcë ndoshta edhe më e fuqishme se keqbësia. Çfarë do të ndodhte nëse riekzekutonim eksperimentin labeled release sot, me njohuri të perklorateve, me instrumente termike të kalibruara në mënyrë të ndryshme,
me metodologji të ndryshuar, me teknologji spektrometrike 100 herë më të saktë, me njohuri të plotë të ekstremajle të tokës, termofil, acidofil, psikriofil, radiorezistent. Gil Levin pyeti vazhdimisht, pse nuk riekzekutojmë? Përgjigjja zyrtare ishte gjithnjë kostoja, prioritetet e tjera. Por kostoja e një eksperimenti të vogël biologjik nuk është shumë. Perseverance kushtoi $2.6 miliard. Instrumenti i labeled release të Levinit kushtoi $15 milion. Shkalla e investimit nuk justifikon heshtjen. Kjo pyetje nuk ka ngadhnjeu. Kjo pyetje mbetet e hapur. Tani le të mendojmë nga perspektiva tjetër. Perspektiva e historianit të ardhshëm. Imagjinoni historianin e vitit 2300. Ai ajo shikon prapa mbi periudhën 1976 deri 2030, periudhën e debatit të madh marsor. Çfarë do të shohin? Skenari A. Historiani tregon si njerëzimi zbuloi jetën marsjore në kampionet e rikthyer nga Perseverance. Si komuniteti shkencor konfirmoi dhe ricertifikoi, si ekipi të Levinit i u njoh prioriteti posthum dhe si njerëzimi nisi periudhën e revolucionit astrobiologjik, periudha kur kuptimi ynë i universit ndryshoi rrënjësisht. Ata mund të thonë, ishte aty gjithmonë, kishte dëshmi, por hezitimi i institutit zgjati 50 vjet. Skenari B. Historiani tregon si kampionet e rikthyera nuk treguan dëshmi biologjike, si Marsi konfirmuai si bosh biologjikisht, si metani dhe Roselot u shpjeguan finalisht me mekanizma gjeologjik, dhe si debati i madh marsor u bë shembull historik i si shkencëtarët e mirë mund të gabojnë edhe me metodologji të shëndosh. Ata mund të thonë, Levin ishte shkencëtar i ndershëm që gaboi. Kjo ndodh, dhe shkenca u korrigjua vetë, si duhet. Të dy skenarët përfshin mundësinë. Asnjëri nuk ka ardhur ende. Jemi mes tyre, aktualisht, duke pritur. Ky pezullim, ky qëndrim midis dy historive të mundshme, është fundi i vërtetë i narrativës sonë. Jo NASA e fsheh jetën si konkluzion dogmatik. Jo Marsi është i vdekur si aksiome pa lëvizshme, por pezullim episteme. Pozicioni i ndershëm i njerëzit i cili ka shqyrtuar dëshminë dhe thotë nuk di. Dhe nuk di se mos dikush tjetër di gjithashtu. Ky pezullim nuk është dobësi. Kjo është dinjiteti i mendimit shkencor. Nuk di, nuk është dështim. Është piknisja i çdo zbulimi. Por ka edhe dimensioni tjetër. Dimensioni njerëzor i çdo mision hapësinor. Shkencëtarët e ekipit Viking kaluan vite të jetës së tyre, vite të vegjëlisë dhe maturimit profesional, duke ndërtuar ato instrumente. Ata e dinin se ndoshta kur nuk do të dinin me siguri. Ata i dërguan në hapësirë 63 milion kilometra larg, duke pritur 2 orë për çdo sinjal të kthehet nga Marsi, me vonesën e dritës. Ata u zgjuan nat pas nate, duke analizuar shifra. Dhe pastaj, kur shifrat erdhën, kur aktiviteti u vurej, kur grafikët e reaksionit treguan atë çfarë kishin programuar të tregonin kur jeta ishte aty. Çfarë ndjenin? Emocionin e siguruar të njeriut të cilit i ka ardhur mesazhi që priste, ose frikën e njeriut i cili nuk di se ç'do të ndodhte nëse mesazhi konfirmohej. Gil Levin foli për atë emocion. Ishte ngacmuese, tha. Por pastaj erdhi frika, sepse nëse ishte e vërtet, nëse kishte jetë atje, askush nuk di se ç'do të thotë kjo. Askush nuk ishte protokoll. Askush nuk ishte bërë plan. Dhe ndoshta kjo mungesë plani, kjo pamundësi institucionale për të marrë me implikacionet, ishte arsyeja e vërtetë e riklasifikimit. Jo keqbësia, por frika e shikimit drejt pasojave. Ne jetojmë në epokën e zbulimeve të mëdha hapësinore. Teleskopi James Webb, i lançuar fund vitit 2021 dhe operacional nga viti 2022, po zbulon galaktika të formuara vetëm 300 milion vjet pas Big Bangut. Misionet eksoplanet po gjejnë planete potencialisht habitabile me frekuencë mahnitse. Europa Clipper, me lançim planifikuar, do të zbulojë nëse hëna e Jupiterit ka biosignature. Dhe Marsi, fqinji ynë, planeti eksplorueshëm, ai mbi të cilin kemi dërguar 16 misione të suksesshme, vazhdon të ofroj pyetje. Çdo kthimi të dhënave sjell anomali. Çdo model i ri zgjidhet gjen enigma të reja. Ky është natyra e shkencës. Çdo dritare që hapet zbulon sa shumë dyer tjera ekzistojnë. Pyetja finale nuk është a ka jetë mbi Mars. Pyetja finale është sa shumë jemi gati të investojmë. Jo financiarisht, por psikologjikisht, filozofikisht, në gjendjen e përgjigjes.
Sepse nëse jetura e jetës marsjore kërkon ndryshim rrënjësor të si mendojmë për veten tonë, për vendin tonë në univers, për kuptimin e ekzistencës, a jemi gati? A kemi zhvilluar kapacitetin e nevojshëm të mendimit filozofik dhe teologjik dhe psikologjik kolektiv? Disa thonë se nuk jemi, që zbulimi i jetës jashtëtoksore, veçanërisht nëse ishte e zhvilluar, inteligjente, do të shkaktonte krizë psikosociale masive, pandemi anksietiti ekzistencial, kolapsin e sistemeve tradicionale të kuptimit. Por të tjerë argumentojnë ndryshe. Njerëzimi ka absorbuar revolucione epistemike të njëjta, Koperniku, Darwini, mekanika kuantike. Sa herë mendojmë se kjo do të shkatronte gjithçka, dhe pastaj nuk shkatroi. Njerëzimi adaptohet, njerëzimi integron, njerëzimi gjen kuptim edhe në botkuptimet e reja. Ndoshta zbulimi i jetës marsjore, edhe nëse ishte mikrobiale, edhe nëse ishte thjesht kimike biologjike e ngjashme me bakterien e thjesht, do të ishte jo kataklizëm, por integrim. Do të zgjeronin ne kuptimin e familjes kozmike. Do të thoshim, ja, jeta nuk jemi vetëm ne, është fenomen universal. Dhe kjo bën çdo formë jete, çdo gjallës, çdo insekt, çdo qeliz, edhe më të çmueshme dhe me kuptim. Kjo perspektivë, optimiste, ekspansive, gjithëpërfshirëse, mund të jetë ajo çfarë kemi nevojë për ta mbajtur ndërmend kur debatojmë mbi Marsin. Ndoshta Gilles Levin nuk kishte nevojë të kishte të drejtë plotësisht. Ndoshta mjafton që ai bëri pyetjen. Ndoshta vlera e tij nuk qëndron në rezultatin final, i cili akoma nuk dihet, por në refuzimin e tij për të heshtur kur kishte diçka të rëndësishme për të thënë. Shkenca ka nevojë për njerëz të tillë. Jo njerëz që kurrë nuk gabojnë, por njerëz të cilët edhe kur presioni institucional shtyn drejt heshtjes, zgjedhin të flasin, të pyesin, të insistojnë se pyetja nuk është zgjidhur derisa zgjidhja mos të jetë vërtetuar me rigorozitet. Këta njerëz nuk janë gjithmonë të saktë, por pa ta, shkenca bëhet shumë shpejt rutinë burokratike, e zonë me konfirmimin e asaj çfarë tashmë kemi vendosur të besojmë. Marsi do të jetë aty edhe nesër. Do të jetë aty edhe kur kampionet e Perseverance të kthehen. Do të jetë aty edhe kur shumica e njerëzve do të kenë haruar emrin e Gilles Levinit. Ai planeti kuq, i heshtur, me pluhurin e tij të imët dhe sipërfaqen e tij të gërmuar nga erërat e miliarda viteve. Do të vijojë orbitën e vet rreth diellit me indiferencën e madhe të universit fizik. Por ne, njerëzit me kuriozitetin ton të papengushëm, me pyetjet tona të papërgjigjura, me nevojën ton ekzistenciale për të kuptuar vendin ton, ne do ta vazhdojmë të shikojmë, do ta vazhdojmë të dërgojmë robot, do ta vazhdojmë të analizojmë kampionet, do ta vazhdojmë të bëjmë të njëjtën pyetje shumë herë, sepse ajo pyetje, a jemi vetëm, nuk është thjesht pyetje shkencore. Ajo është pyetja njerëzore ndaj njerëzores. Ajo është ajo çfarë na bën njerëz. Aftësia dhe guximi për të shikuar qiellin e natës dhe pyetur, a ka dikush tjetër aty? Nëse Marsi ka jetë, Gilles Levin kishte të drejtë. Nëse Marsi nuk ka, ai ishte njeri i ndershëm i cili ndoqi dëshminë deri ku e çonte. Të dyja rastet janë forme respektueshme e jetës shkencore. Ai i gjeti 50 vjet i kushtoi kësaj pyetjeje. I gjeti gjithë energjinë e tij intelektuale dhe refuzoi kompromis me institucionalizmin kur besonte se institucioni gabonte. Kjo është trashëgimia e tij. Pavarësisht nga se cila anë e historisë do të dalë, jeta marsjore apo jo, ai trashëgimi mbetet. Modeli i shkencëtarit të cilit nuk i friksohet të jetë i vetmuar me dëshminë, edhe kur konsensusi thot diçka tjetër. Dhe ju që keni ndjekur këtë histori deri këtu, ju tani keni informacionin. Keni 5 linjat e dëshmisë, keni argumentin nul, keni historinë institucionale, keni trashëgiminë e Levinit. Çfarë mendoni ju? 75 vjet pas misionit Viking, ndërkohë që kampionet marsjore presin brenda tubave hermetik për rikthimin e tyre historik në tokë. Çfarë mendoni se do të gjejnë laboratoret? Dhe nëse gjejnë, nëse konfirmojnë, çfarë do të ndryshojë për ju? Për mënyrën se si mendoni për veten, për tokën, për universin. Ky nuk është pyetje retorike. Kjo është pyetja e vërtetë me të cilën duhet të jetojmë, çdo ditë, ndërkohë që shkenca lëviz drejt përgjigjes. Vazhdoni të pyesni. Mos pranoni i gjithë kjo është zgjidhur si përgjigje finale, derisa zgjidhja të jetë vërtetuar rigorozisht. Dhe herën tjetër kur shikoni qiellin e natës dhe shikoni pikën e kuqe të ndritshme të Marsit, mbajini mend, aty,
63 milion deri 225 milion kilometra larg, varur ndërmjet dy historive të mundshme, ekziston planeti që mund të na ketë thënë tashmë diçka thelbësore, nëse kemi dëgjuar. Ju falenderojmë që ndoqët këtë histori. Çfarë mendoni? Keni besim se NASA ka fshehur diçka, apo keni besim se ka shpjegime alternative plotësuese? Lini komentin tuaj. Dhe nëse ky material e ndryshoi mënyrën si mendoni për Marsin dhe shkencën hapësinore, ndajini me dikë të cilit I intereson pyetja e madhe. A jemi vetëm? Por historia nuk mbaron këtu, sepse ka disa gjëra që nuk I kemi thënë ende. Gjëra që shkencëtarët I diskutojnë mes vetes në konferenca, por që rrallë arrin te publiku I gjerë. Gjëra që, kur I mësoni, e ndryshojnë mënyrën se si I shikoni të gjitha dëshmitë e mëparshme. Jeni gati? Sepse kjo pjesë bëhet edhe më e thellë. Ekziston një dokument I brendshëm I NASA-s nga viti 1979, 3 vjet pas Viking, I titulluar Strategy for the Exploration of the Primitive Solar System. Ai dokument, I zbardhur plotësisht dekada më vonë, përmban një paragraf të habitshëm. Komiteti I brendshëm shkroi: rezultatet biologjike të Viking mbeten të paqarta. Nuk mund të pretendojmë as konfirmim, as mohim definitiv të prezencës biologjike. Çdo pretendim I tillë do të ishte I parakohshëm. 3 vjet pasi NASA kishte deklaruar publikisht se rezultati ishte inkonkluz dhe se Marsi ishte steril, dokumenti I brendshëm pranonte se pasiguria ishte reale. Kjo nuk është kontradiksion I vogël. Kjo është frakturë e qartë midis narrativës publike dhe vlerësimit të brendshëm. Publiku dëgjoi: Marsi është steril, Viking nuk gjeti jetë. Brenda institucionit, shkencëtarët shkruanin: mbetet I paqartë. Cila nga të dyja ishte e vërtetë? Ndoshta të dyja, ndoshta asnjëra. Por diferenca ekziston, dhe diferenca ka rëndësi. Çfarë e shkaktonte atë frakturë? Hipoteza e ndershme: presioni I komunikimit publik. Agjencitë qeveritare kanë nevojë për mesazhe të qarta. Paqartë nuk financohet. Steril mbyll çështjen dhe lejon lëvizjen drejt prioriteteve të tjera. Ka mundësi jete hap kutinë e Pandorës buxhetore, politike dhe filozofike. Pra, mesazhi publik thjeshtëzohet. E paqartë bëhet negativ dhe negativi bëhet doktrinë. Ky mekanizëm, thjeshtëzimi I pasigurisë shkencore për konsum publik, nuk është I veçantë për NASA-n. Ndodh kudo ku shkenca takohet me institucionet publike. Por pasojat janë të ndryshme sipas kontekstit. Kur thjeshtëzimi bëhet rreth klimës apo vaksinave, kemi kriza të shëndetit publik. Kur thjeshtëzimi bëhet rreth Marsit, kemi 50 vjet eksplorimi pa eksperiment biologjik direkt. Kostoja nuk është e dukshme menjëherë, por është reale. Çdo vit pa eksperiment biologjik marsor është vit ku pyetja mbetet e hapur. Çdo mision I dërguar pa instrumente biologjike është mundësi e humbur. Dhe koha, në kontekstin e karrierave shkencore dhe burimeve buxhetore, nuk kthehet. Gilles Levin e llogariti. Ai theksoi se nëse kishim riekzekutuar eksperimentin biologjik me instrumentet moderne brenda viteve 2000 deri 2010, do të kishim 20 vite shtesë të dhënash, 20 vite modele sezonal, 20 vite krahasimi, mundësi shumë më të madhe për të arritur konkluzion. Por ato 20 vite kaluan pato dhe nuk kthehen. A e kuptoni peshën e kësaj llogaritjeje? Jo si akuzë, por si kosto reale e vendimarrjes institucionale konservative. Tani dua t'ju tregoj diçka për natyrën e kohës mbi Marsit. Sepse për të kuptuar pyetjen biologjike, duhet të kuptoni kohën marsiore. Marsi ka jetë gjeologjike shumë të ndryshme nga Toka. Ka 3 periudha kryesore gjeologjike. Noakian, nga formimi I planetit deri rreth 3 miliardë 500 milion vjet më parë, ishte periudha e nxehtë, me ujë sipërfaqësor, me atmosferë të trashë. Hesperian, nga 3 miliardë 500 milion deri 1 miliardë 500 milion vjet më parë, ishte periudha e tranzicionit, ku Marsi filloi të ftohej dhe tharrej. Amazonian, nga 1 miliardë 500 milion vjet deri sot, është periudha e ftohtë, thatë dhe sipërfaqësisht sterile sotme. Jeta mbi tokë filloi gjatë Noakianit ekuivalent. Rreth 3 miliardë 800 milion deri 3 miliardë 500 milion vjet më parë, kemi dëshmi stromatolitesh, struktura biologjike të prodhuara nga komunitete mikrobiale. Kjo koincidon pikërisht me Noakianin marsor,
Nëse jeta mund të fillonte mbi tokë gjatë asaj periudhe dhe nëse kushtet noaqiane marsjore ishin të ngjashme, uji, nxehtësia gjeotermale, kimia organike, pse do të kishte filluar vetëm mbi njërin planet? Por ja çfarë është interesante. Jeta mbi tokë nuk u zhduk kur kushtet ndryshuan. Ajo u diversifikua, u adaptua dhe found nishe të reja. Termofilët kolonizonin burimet hidrotermale, psikrofilët adaptoheshin ndaj akullnajave, radiorezistentët mësonin të jetonin në rrezatim të lartë. Nëse jeta kishte lindur mbi Mars gjatë noaqianit, dhe nëse Marsi ndryshoi gradualisht, jo katastrofikisht, atëherë evoluimi mund të kishte ndjekur të njëjtën rrugë. Adaptim, migracion nën-toksor, specializim ekstremofil. Gjatë 3 miliard viteve të Amazonianit, jeta marsjore hipotetike do të kishte pasur kohë të mjaftueshme për të adaptuar rrënjësisht ndaj kushteve të reja. 3 miliard vjet është shumë kohë, rreth 600 herë sa gjithë historia njerëzore nga origjina jonë si specie. Ajo lloj jete, nëse ekziston sot, do të dukej shumë ndryshe nga çfarë do të kishte qenë 3 miliard vjet më parë. Do të ishte adaptuar ndaj temperaturave ekstreme, ndaj rrezatimit të lartë, ndaj perklorateve, ndaj presionit të ulët. Do të ishte, me fjalë njerëzore, një organizëm i pandëgjuar, forme jete që nuk kemi parë asnjëherë. Dhe pikërisht ky realizim, se jeta marsjore, nëse ekziston, mund të jetë krejtësisht e dallueshme nga çfarë njohim, na çon drejt pyetjes metodologjike më të rëndësishme të gjithë debatit: si e teston diçka që nuk e njeh? Eksperimenti i Levinit u dizenjua duke supozuar se metabolizmi marsor do të funksiononte si ai toksor. Organizmi merr lëndë ushqyese, prodhon gazra si byproduct. Ky supozim është i arsyeshëm, por jo i garantuar. Nëse biokimia marsjore ka evoluar me solvent të ndryshëm, me cikle energjie të ndryshme, me kimik membranash krejtësisht të re, atëherë eksperimenti i Levinit mund të kishte zbuluar diçka reale pa qenë testues për atë formë jete. Por ky argument, siç vuri re edhe Levin, është dyfish. Nëse argumentoni se eksperimenti i tij nuk mund të kishte zbuluar jetën marsjore hipotetike, atëherë as mohimi i eksperimentit nuk vlen. Nuk mund të thuash njëkohësisht eksperimenti nuk ishte adekuat për jetën marsjore dhe eksperimenti provoi se jeta marsjore nuk ekziston. Logjika kërkon konsistencë. Levin e theksoi vazhdimisht: nëse argumentoni se eksperimenti im nuk ishte adekuat, atëherë mos e përdorni si provë negative. Nëse e pranoni si provë negative, atëherë duhet ta pranoni edhe si provë pozitive potenciale. Kjo argumentim logjike nuk u kundërshtua kurrë drejt për drejt nga NASA. Nuk u gjet gabim formal në razonimin. U injorua thjesht, ose u rrethqarkëzua me language institucionale diplomatike që nuk e zgjidh substancën. Kemi nevojë tani për të folur për diçka që shkencëtarët quajnë Fermi paradoks dhe si lidhet me Marsin. Enrico Fermi, fizikanti italian i cili kontribuoi thelbësisht në zhvillimin e reaktorit të parë nuklear, bëri një pyetje të thjeshtë gjatë një dreke me kolegë fizicist në Los Alamos, rreth vitit 1950. Ku janë të gjithë? Me të kuptonte, nëse universi është aq i vjetër dhe aq i madh, nëse rregullat e fizikës dhe kimisë janë të njëjta kudo, nëse jeta mund të lindë edhe mbi tokë, atëherë statistikisht duhet të kishte pafund civilizacione të tjera. Por nuk kemi dëgjuar asgjë, nuk kemi parë asgjë. Ku janë? Kjo paradoks, që u quajt Fermi paradoks, ka 10 zgjidhje të propozuara. Por njëra nga zgjidhjet më serioze është e quajtura Great Filter, filtri i madh, propozuar nga ekonomisti Robin Hanson në vitin 1998. Ideja: ndërmjet materjes inerte dhe civilizacionit hapësinor, ekziston një pengesë e madhe evolucionare, diçka që pothuajse asnjë linjë jetës nuk mund ta kalojë. Ky filtr mund të jetë në të kaluarën, pra origjina e jetës vetë mund të jetë aq e rrallë sa jemi krejt të vetëm, ose mund të jetë në të ardhmen, pra jeta kalon filtrin e madh vetëm me vështirësi enorme, dhe shumica e civilizacioneve zhduken para se ta kalojnë. Zbulimi i jetës mbi Marsin ndërvepron drejt për drejt me filtrin e madh, dhe ky ndërveprim ka implikacion shqetësues. Nëse Marsi ka jetë, madje edhe mikrobiale, madje edhe primitive, kjo do të thotë se origjina e jetës nuk është aq e rrallë sa mendohej. Jeta lindi mbi 2 planete të sistemit diellor. Atëherë filtri i madh nuk është origjina e jetës. Dhe nëse filtri nuk është pas nesh, është para nesh. Civilizacionet zhduken jo para se të lindë jeta, por pas. Pra, nëse zbulojmë jetë mbi Mars, kjo mund të jetë lajm i keq i madh.
Do të thotë se sfida ekzistenciale e filtrit të madh na pret akoma diku në të ardhmen. Nick Bostrom, filozofi suedez i Universitetit të Oxfordit, ka shkruar gjerësisht për këtë. Nëse do të gjenim fosile të thjesht mikrobesh mbi Mars, kjo do të ishte zbulimi më i tmerrshëm në historitë të njerëzimit. Jo sepse marsianët janë të rrezikshëm, por sepse jeta e zakonshme do të nënkuptonte filtrin e madh para ne. A e kishit menduar kur këtë? Që zbulimi i jetës mbi Mars mund të jetë njëkohësisht triumf shkencor dhe paralajmërim ekzistencial? Por le të mos humbasim veten në spekulacione. Kthehemi te dëshmia. Kthehemi te ajo çfarë dim dhe çfarë nuk dim. Viti 2016. Një ekip ndërkombëtar shkencëtarësh nga Universiteti i Arkansasit, në drejtimin e Timothy Krall, publikon rezultate të jashtëzakonshme. Ata morën metanogjenet, baktere primitive anaerobike të tokës që prodhojnë metan si produkt metabolik dhe i ekspozuan ndaj kushteve simuluese marsjore, presioni i ulët, temperatura e ulët dhe kompozimet atmosferike të ngjashme me Marsit. Rezultati? Metanogjenet jo vetëm bijetuan, por procesuan aktivisht dhe prodhuan metan. Kjo nuk do të thotë se metanogjenet ekzistojnë mbi Mars. Do të thotë se forma e jetës të ngjashme biokimikisht me metanogjenet e tokës mund të mbijetonte mbi Mars. Kufimi i vdekshmërisë marsjore nuk është aq absolut sa paradigma e vjetër sugjeronte. Dhe nëse forma e ngjashme mund të mbijetojë atje, atëherë mundësia biologjike është reale, jo spekuluese. 2 vjet më vonë, viti 2018, ekipi i Rebecca Mikol nga e njëjta universitet shtroi gjetjet. Jo vetëm mbijetuan, por kursi plot metabolizmi, me prodhim aktiv metani, nën kushte marsjore të simuluara. Ato gjetje u publikuan në revistën Icarus dhe u cituan gjerësisht, por me pak zhurmë mediatike. Pse pa zhurmë? Sepse nuk ishin zbulim në Mars, ishin eksperiment laboratorik. Mediat preferojnë gjendet mbi Mars, mbi mund të mbijetojë mbi Mars. Por shkencërisht, ekuivalenca është e drejtë për drejtë. Ka edhe këndi tjetër i pazakontë i historisë, debati rreth ujit nëntoksor dhe ç'ndodh fizikisht me të. Viti 2021, revista Nature Astronomy publikon studim të ekipit të Elena Pettinelli nga Universiteti i Roma 3, Itali. Duke rianalizuar të dhënat Marsis të Mars Express me metoda statistikore të rishikuara, ata jo vetëm konfirmuan pellgun polar subglacial të Oroseit, por gjetën 3 struktura të tjera reflektuese të ngjashme rreth tij. Jo një pellg, por një sistem i tërë pellgjesh nëntoksor. 4 trupa ujor të mundshëm, të lidhur nën akullnajat polore jugore. Ky zbulim është me rëndësi të dyfisht. E para, konfirmon se pellgu fillestar nuk ishte anomali instrumentale. Modeli i përsëritur e forcon besueshmërinë. E dyta, një sistem pellgjesh nëntoksor është ekologjikisht shumë më i pasur se një pellg i vetmuar. Biodiversiteti toksor i ekosistemave subglaciale, si liqeni Vostok, tregon se pellgjet e izoluara mund të mbajnë komunitete mikrobiale komplekse, me zinxhir ushqimor, me nishe të specializuara, me dinamikë ekologjike. Nëse 4 pellgje nëntoksor marsor janë reale, dhe nëse janë të lidhur hidrologjikisht, atëherë kemi potencial për ekosistem, jo vetëm për mikroorganizëm të vetëm. Diferenca është e madhe. Ekosistemi kërkon burime, shkëmbim materialesh, ndërveprim. Ekosistemi prodhon biosignatura komplekse. Biosignaturat komplekse janë shumë më të vështira të shpjegohen abiologjikisht. A keni kuptuar rëndësinë? Nuk flasim vetëm për ndoshta ka baktere. Flasim për ndoshta ka ekosistem nëntoksor. Nëse kjo hipotezë është e vërtetë, Marsi nuk është planeti i vdekur, është planeti gjallë nën sipërfaqe. Diçka tjetër që rrallë diskutohet, roli i hënave të Marsit si dëshmi indirekte. Phobos dhe Deimos, 2 hënat e vogla të Marsit, kanë tërhequr interes jo vetëm si objektiva të mundshme eksploruese, por si depozita potenciale të materialit marsor. Kur meteorite godasin Marsin dhe nxjerrin material, disa prej atyre copsave mund të ulen mbi Phobos. Misioni japonez MMX, Martian Moons Exploration, i planifikuar për lançim në vitet 2020, synon të mbledh kampione nga Phobos dhe t'i kthejë në tokë. Nëse ka material biologjik marsor, fosile, organika, madje edhe mikrobe dormante,
Ato mund të jenë të ruajtura në Phobos, të mbrojtura nga rrezatimi prej të qenit brenda mikrogravitetit. Kjo është strategji e zgjuar. Nuk ke nevojë të zbresësh mbi Mars. Nëse Phobos mban kampione marsjore të transferuara natyrshëm, mund të analizosh pyetjen biologjike marsjore me kosto shumë më të ulët dhe rrezik shumë më të vogël. Dhe nëse gjendet material biologjik mbi Phobos, material i origjinuar nga Marsi, kjo do të ishte dëshmi indirekte e paevitueshme. Cila do të jetë shenja që do të kthejë debatin përfundimisht? Kampionet e Perseverance, misioni MMX, detektimi i biosignature atmosferik nga orbita, apo ndoshta eksperimenti i ri i labeled release, me teknologji moderne, me njohuri të perklorateve, me metodologji të rishikuar, do të bëhet ai test vendimtar që Levin kërkoi gjatë gjithë jetës? Viti 1996. Ndoshta nuk e dini shumë rreth këtij viti në kontekstin marsor, por ai është kritik. Ai ishte viti i konferencës ndërkombëtare të astrobiologjisë, ku pas meteoritit ALH 84001, komuniteti shkencor u mblodh për herë të parë seriozisht për të diskutuar kuadrin metodologjik të astrobiologjisë, si disiplinë, si metodologji, si program kërkimor i unifikuar. Shumë institute ndërkombëtare, nga NASA, nga ESA, nga akademitë ruse, japoneze dhe europiane, ranë dakord. Ka nevojë për program sistematik, jo misionesh individuale të palidhura. Dhe pastaj ndodhi diçka interesante. Astrobiologjia si program NASA u formalizua vitin 2000. U krijuan instituta, u financuan programet, u formuan ekipet multidisciplinare. Por, dhe ky por është i rëndësishëm, instrumentet dërguar mbi sipërfaqen marsjore vazhduan të mos ishin biologjik direkt. Ishte si të krijonit departament kuzhinë pa ndonjëherë gatuar ushqim. Kjo ishte paradoksi i programit astrobiologjik post 1996. Shtimi enorm i kapacitetit teorik dhe laboratorik, pa shoqërinë proporcional të eksperimentimit in situ marsor. Teoria e ka kaluar eksperimentin. Dhe kjo disbalans, ndoshta, do të korrigjohet vetëm kur kampionet e rikthyera të japin të dhëna të papritura, të dhëna që komuniteti teorik të mos ketë kapacitet t'i shpjegojë me modele ekzistuese. Tani dua të bëjmë diçka krejtësisht ndryshe. Dua të ndalem te njeriu, tek individi njerëzor i cili dëgjon gjithë këtë dhe pyet: po unë, çfarë të bëj me këtë informacion? Kjo është pyetja e drejtë dhe nuk ka përgjigje të lehtë. Shumë njerëzve, kur dëgjojnë histori si kjo, me NASA-n, me riklasifikim, me shkencëtar të injoruar, reagimi i parë është: ata po fshihin diçka. Instinkti konspiracionist nxitet. Dhe ky instinkt, i marri vetëm, mund të çojë drejt rabbit hole-eve shkencërisht jo produktive. UFO, alien cover-up, teoriza të pakufizuara. Por ekziston reagimi i dytë, i cili është shumë më i vlefshëm: skepticizmi i informuar. Ky nënkupton: ka dëshmi serioze, ka pyetje të papenguruara, ka mos përcaktim episteme. Do ta ndjek me kujdes, pa konkluzionit të parakohshëm nga asnjëra anë. Ky pozicion, skepticizmi i informuar, është ndoshta kontributi kryesor që çdo individ mund të bëjë ndaj debateve shkencore. Mos i besoni gjithçkaje, por mos refuzoni çdo gjë. Ndani dëshminë nga spekulimi, ndani argumentin metodologjik nga pretendimin dogmatik. Dhe mbi të gjitha, mbani pyetjet hapur, ndërkohë që pritni dëshmi të mëtejshme. Ka edhe dimensioni i edukimit shkencor publik. Shumë njerëz e kanë mësuar shkencën si trup njohurish, si fakte që duhen mësuar. Marsi ka 2 hënë. Atmosfera e Marsit është 95% dioksid karboni. Temperatura mesatare e Marsit është -60 gradë Celsius. Fakte, stabile, definitive. Por shkenca reale nuk funksionon kështu. Shkenca reale funksionon si proces i vazhdueshëm revizioni. Faktet e sotme bëhen hipotezat e nesërme. Konsensusi i mbrëmshëm bëhet anomali e mëngjesit. Dhe kjo dinamik, kjo pasiguri e vazhdueshme, kjo rishikim i pashmangshëm, nuk është dobësi e shkencës, është forca e saj, është ajo çfarë dallon nga dogma. Mënyra se si e mësojmë shkencën publike shpesh e fsheh këtë dinamik. Na mësohen konkluzionet, jo metodologjia. Na mësohen zbulimet, jo pasigurit.
Na mësohen shkencëtar të mëdhenj, jo debatet e tyre të brendshme. Dhe kjo na lë të paprigatitur kur ballafaqohemi me raste si ky i Marsit, ku metodologjia ka rëndësi, ku debati i brendshëm është substancial dhe ku shkencëtari i madh, Levin, qëndron kundër konsensusit. Si do të ndryshonte mësimdhënia shkencore nëse do të mësonim studente jo vetëm çfarë dim, por si e dim dhe çfarë nuk dim ende? Ndoshta do të prodhonte qytetar shumë më të mirë të debateve shkencore publike. Tani, le të shikojmë çfarë do të thotë misioni i kthimit të kampioneve, Mars Sample Return, konkretisht për pyetjen biologjike. Ky mision, bashkëpunim ndërmjet NASA-s dhe ESA, është projekti më ambicioz dhe më i shtrenjtë i eksplorimit marsor. Perseverance po mbledh kampione dhe i ruan. Misioni i ardhshëm, Sample Retrieval Lander, do të zbres afër Perseverance, do të marrë kampionet dhe do t'i nisë drejt orbitës. Atje, anija Earth Return Orbiter do t'i kapin dhe do t'i kthejnë drejt tokës, ku do të hyjnë atmosferën dhe do të ulen me parashut. Plani fillestar parashikon rikthimin e kampioneve rreth vitit 2033, por hapat komplekset, kostoja dhe çështjet teknike kanë shtyrë datat. Diskutimet buxhetore të vitit 2024 sugjerojnë se data e kthimit mund të shtyhet deri në fund të viteve 2030. Por kur të kthehen, çfarë do të bëjmë me to? Laboratori i pritjes së kampioneve marsjore, Sample Receiving Facility, do të duhet të plotësojë standarde biosigurie të nivelit 4, të njëjtat standarde me laboratoret ku punohet me Ebola dhe patogjen të ngjashme. Shkencëtarët do të punojnë me kampionet në izolim të plot. Analizat do të bëhen sistematikisht, mineralogji, geokimi, analizë organike dhe, kjo herë, testime biologjike. Testime direkte biologjike. Diçka që mbi sipërfaqen marsjore nuk u bë pas vitit 1976. Ky moment, kur kampioni i parë marsor hapet brenda laboratorit toksor për test biologjik, do të jetë momenti vendimtar. Dhe ai moment, pavarësisht nga rezultati, do të ketë histori. Historinë e 50 viteve debatit, historinë e Jill Levinit, historinë e pyetjeve të mbyllura dhe të rihapura. Do të jetë momenti ku historia vendos çështjen, apo hap pyetje akoma më të thella. Disa shkencëtarë argumentojnë se edhe nëse gjendet jeta mbi Mars, edhe nëse kampionet konfirmojnë prezencën biologjike, do të ketë ende debat rreth origjinës. A lindi ajo jetë mbi Mars pavarësisht, apo është jetë toksore e transportuar nga meteoritet apo misionet tona të pasterilizuara mjaftueshëm? Ky problemi i kontaminimit cross-planetar, është shqetësim real. Kemi dërguar disa rovera dhe landera mbi Mars, dhe pavarësisht sterilizimit rigoros, mundësia e zero kontaminimi nuk mund të garantohet absolutisht. Disa baktere sporore mbi instrumente mund të kenë mbijetuar dhe, teorikisht, mund të kenë arritur sipërfaqen marsjore. Nëse gjehet jetë marsjore që është gjenetikisht e ngjashme me jetën toksore, do të duhet të dallosh, a ishte aty para nesh, apo e quam ne? Por kjo pyetje, megjithse komplekse, është e zgjidhshme. Analiza gjenetike e thellë, izotopika e karbonit dhe krahasimi i sekuencave molekulare mund të tregojnë nëse jeta marsjore dhe toksore kanë prejardhje të përbashkët apo rrugë evolucionare krejtësisht të ndara. Nëse ndara, origjina e pavarur. Nëse të ngjashme, por jo identike, panspermia. Nëse identike dhe e vonshme, kontaminim. Shkenca ka instrumentet për dallimin, duhet vetëm kohë dhe kampionet. Dhe tani, para se të mbyllim, dua t'ju lë me diçka që mendoj se e rezumon më mirë nga çdo argument tjetër. Viti 1976, 2 lendera Viking ulen mbi sipërfaqen e Marsit me diferencë ditësh. Ata dërgojnë fotografitë e para direkte të sipërfaqes marsjore, me rezolucion të lartë, me ngjyrë. Rreth botës, njerëzit shikuan ato fotografi dhe pan shkëmbinj, pluhur i kuq, qiell kafe roz, horizont i ngushtë, asgjë. Por në ato fotografi, foto të ndryshme, nga kënde të ndryshme, kishte diçka tjetër. Kishte guri të mëdhenj. Disa prej tyre kishin forma të çuditshme. Nuk ishte prova e jetës. Guri me formë të pazakont nuk do të thotë asgjë. Por kishte diçka tjetër. Kishte sipërfaqe të shtresëzuara, sediment, që tregonte historinë e ujit. Kishte zonat ku rëra kishte modele të lëvizura nga erërat. Kishte me pak fjalë
shenjat e planetit që jetonte. Jo jetë biologjike, por jetë geologjike, atmosferike, dinamike. Ky planet nuk ishte kurrë inert, gjithmonë lëvizte, ndryshonte, evoluonte. Dhe ndoshta, në atë sipërfaqe dinamike, në atë histori geologjike të pasur, në akullnajat polore ku radari tregon pelgje, ndoshta ekziston edhe diçka biologjike, diçka që lëviz me ritmin e vet, diçka që ndërvepron me mjedisin, diçka që metabolizon. Ndoshta, ose ndoshta jo, por ndoshta nuk mjafton. Duhet e dim me siguri. Dhe e dim me siguri kërkon eksperiment, kërkon kampione, kërkon teste biologjike direkte, kërkon rigorozitet metodologjik pa parajgjykime institucionale. Dhe kjo, në fund të fundit, është mesazhi i historisë së gjillë Levinit. Jo NASA po fshih gjithçka. Jo ekzistojnë alien mbi Mars. Por thjesht kemi pyetje serioze, kemi dëshmi kontestuese, kemi metodologji të shëndosh dhe argument logjik. Pse nuk eksperimentojmë? Kjo pyetje e bërë nga njëri me integritet shkencor, me ekspertizë të drejtë për drejtë, me argumente metodologjike të pangrëna, mbetet e pasgjidhur. Dhe do të mbetet e pasgjidhur derisa shkenca të vendosë t'i japë përgjigjen që meriton. Historia e Marsit nuk ka mbaruar, ka filluar. Jemi në mes të saj, në kohën kur dëshmit akumulohen, por konkluzionet nuk kanë ardhur ende. Kjo pozitë e pasigurisë së informuar, e kuriozitetit aktiv, e pritshmërisë kritike, është pozita e shkencëtarit të mirë. Jetojini me kurajo, pyesni, mos pranoni heshtjen si përgjigje. Dhe herën tjetër, kur dikush ju thotë shkenca ka vendosur çështjen, pyesni, cilën eksperiment e bëri? Kur? Kush e bëri? Dhe pse nuk u ribë? Sepse shkenca nuk vendos çështje. Ajo i afrohet të vërtetës, gjithmonë me hapa, gjithmonë me pasiguri, gjithmonë e gatshme të ndryshojë kur dëshmit e kërkojnë. Dhe dëshmit marsjore, 5 linjat, 50 vitet, dëshmitari Gill Levin, i kërkojnë akoma shumë pyetje të pasgjidhura. Marsi pret, shkenca vazhdon. Dhe ne, qenie kureshtare, të panevojshme kozmikisht, por të pazëvendësueshme kulturalisht, vazhdojmë të pyesim. Kjo është ndoshta gjëja më njerëzore që mund të bëjmë.